Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit të shtatë dhe të gazetës nacionale. Jeni me episodin e 14 të emisionit Pod Nacionale. Unë jam Orber Ramadani. Unë e Sandër Mallë. Urime si? Si e, a i kalu? Sovën. Në Sovëra jena të ingjizu. Jemi të ingjizu në ora 4, që atëherë kur shfaqet. Okej, në orë të kecet a? Jemi orë të kecet është ora 3:15:26 minuta. Po qenë? Je koza heret. Po në kom bo një renditje pak ma ndryshe që të me njësë emisionin, po veç ma kujtuve apen komunikatën e Ministrisë të Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, kur e dhanë lojmin që kanë me i mbikëqyr njësur të elektrik, i këshin qitë 2 fotografi, kështu ora e sak në telefon edhe e sak njësur. Po që mu... Se ku e këshin gjitë? Ta i 1% që. Po dhe 1% jenë sak. Unë dhe isha me lypë ku kanë mujtë me zetë, se 2015 që i këna zetë na njësor, ves 3 kanë dalë, do më hëmë pak ma sakt, apo ves 1 sekundë kështë. Po nej, se kjo është temë që i vina mas nej, Albert, mas pare i këna përgatit njënën prej video, do më thonë që ka ndodhë në seancë plenare. Po, ku vendi? Po. Sot me 2 prill, unë bajtë seanca e parë plenare pas pezullimit. Po, se fejmi, do më thonë gjerimi është duke bo tejnëten, kjo transmitohet pastaj të djelen. Mas pare du me fillu, do më thonë në një video që ndajtëm edhe publikum në Gazetën Nacionale, që të këshaftu me ndjekë se të s'ke në orarë, do më thonë, po me sigurive që ke pa, është pjesa e kryetarit të AK-s, do më thonë Ramush Haradinajt, një pjesë e fjalimit ti në kuvend. Ta ndjekim fillimisht edhe këthejemi bashkë. Se oligart tu, kryeministër, janë të qitë të i bli energji. E dyta thot, po financohen mediat me thasë. Ky shpenzon ma shumë t'i pare, duke ushqy zagar me fysh shqiptartë. Edhe sot erdhë mashtrusi para nesh, meri mashtrim ideal. E për të regoj që na mashtrej folë që para pak në të rashë kryeministër. Kujdes fjalorin zoti Haradinaj. Ju lutem, mashtrimi nuk është fyrje. Sot ndodhen një mashtrim këtë fjalim, ndodhen një mashtrim në këtë foltore, e po du me edhe mashku këtë mashtrim njërës më të keqet mëjshme. E para, kolega që foli para me e këtu, është që sa vjetë në pushtet. Mbanë përgjësi për çmimet, mbanë përgjësi për vjedhen që përna ndodhen në energji, për fakturat që përna vi. Ky dhe qeveria atije edhe ju mbani përgjësi, dhe s'muni me i kësaj përgjësie në asë një variant. As muni mu shef pas t'i ligjit tavan, as ku gjo se oligart tu, kryeministër, janë të qitë të i bli energji. Edhe për ushtohen kompanit për dit e ma shumë njerëzve ta fërmtu. Duhet këtë një koreksi këtu në këtë rast. E dyta thot, po financohen mediat me thasë. Nigone që ka bëhet kjo? Nigone mije që ka bëhet? Po financohen mediat me thasë. Kjo shpenzon ma shumë t'i pare, duke ushqy zagar me fysh shqiptartë. Ju lutem regjia janë... Me fysh shqiptartë, me fysh shqiptartë. Ky shpenzon pare, dhe pare për kishve. Kur deputeti ose antari i qeverisë përdor gjuhë parlamentare me sjelljen e tij pengon zhvillimin e seancës plenare ose cenon rregullin e seancës, kryesuesi i seancës plenare jep vërejtje duke deklaruar se është duke përdorur gjuhë jo parlamentare. Zoti Haradinaj, ju lutem ulu në vendin tuaj. Ju kërkoj që të uleni në vendin tuaj, po përdorni gjuhë jo parlamentare. Ju lutem që të uleni në vendin tuaj, zoti Haradinaj. Okej, Orber, apo na të regëm paka shumë qysh të dëgë, dhe më thonë, mas pari, po du me dalë të një pjesë ku përëndohet gjua, ndështë ta mëse e nevojshme, do më thonë të e pa situatën deri ku erdhëm, edhe ta shespjegën t'i kronologikisht, do më thonë qysh erdhëm deri tek që fjalimi i Ramushit, e pas ta e po du me të pyet pak edhe për disa çështje tjera, do më thonë rreth punës në kuvend, po vina me radhë. Atëherë, kështu
para se me posë zgjedhje, ose kur politikanët e shohin që po shkojmë drejt zgjedhje, edhe rëndojnë gjuhën. Po. Kurti sot në kuvend ishte në një pozicion të palakmushëm, sepse po mbohej përgjegjës prej deputetëve, disa prej tyre të mbjetuar të masakrës së Dubrovës, edhe po mbohej përgjegjës prej deputetëve se pse si u bë që shteti e ka financu ekspozitën e masakrave me gabime të tmerrshme që ishte në Prishtinë. Kjo ka ekspozita e Shkëlzengosh. Shkëlzengosh. Dhe tash Kurti po mbojë përgjegjës pse e ka financu, e ka pas këshilltar vazhdimisht i ka dhënë pore të organizat, po. Edhe po mbojë përgjegjës për këtë. Dhe Kurti për më nxjerr prej situatës, e nxjerr, si më thonë, këtë kartën e vetë. Kartën e vetë, ku thotë se mediat në Kosovë po paguhen me thos, me pare prej Serbisë. Do me thonë, ai po përbolli me një situatë konkrete, ku njerëz po i thonin me emër, me mbiemër, me shifrën e parës që i ka dhënë, me skandalin që e ka prodhu, me diçka konkrete dhe reale, ndërsa ai nxjerr kartën imagjinore të disa pseudo-gazetarëve që ja kanë shtru terrenin për me nxjerr këtë kartë, se kinë se dikun pas ka disa gazetarë që përmarë kanë çonta thos me pare kështu, dhe pastaj erdhi reagimi bravoroz, reagimi prej generali i Ramush Haradinajt, ku i thot Kurtit se ti po i pagun ai çun zagarun, si kisha thujta kështu, po e kemi konkretisht pagesën tonë dhe pasojën që e ka shkaktu, dhe pse po mundohesh me i mashtru qytetarët me kësi insinuata, jo gazetarët, jo ashtu kështu. Pra, edhe po shkojmë drejt zgjedhjeve, edhe ishte tema e financimit të ekspozitës skandaloze. Dhe këtë që ka kriju një tension, po thua. Dhe këtë kjo kriju. Apo mendon, kur po thu, do më thonë që u shtru një teren paraprakisht, do më thonë prej gazetarëve që prej një gazetari që ka raportu rreth kësaj çështje, kësaj deklarata, do më thonë e famshme, pastaj dule për gënjeshtrej, do më thonë, po, bëhet fjalë për disa fase e kështu. A po mendon që kjo shkon kur po thu, do më thonë, ja ka shtru terrenin, po mendon që ka shku në mënyrë koordinume, apo pa vedije... Pushteti i ka durt shumë gjata. Nuk do me thonë me qenë koordinimi kështu konkret, me ta shu një mesazh me thonë bëje ti qështu, por kur lidhesh me pushtetin, kur merr financa prej pushtetit, kur i ki interesat diku të përbashkëta me pushtetin, kur konkurrentët e tu, bashkë, si me thonë, konkurrentët e tu edhe brenda media, ecin edhe ti dënë me imposht ata, pastaj, Simon, është një lidhje natyrshme që e bojnë disa prej që e qujnë vetën gazetar, që e bojnë me pushtetin dhe Simon i bashkojnë akuzat, edhe e bojnë një armek të përbashkët që janë këtu mediat e tjera. Edhe kjo ka ndonë në Kosovë, po që janë soni përcjellë shumë qysh krijohet kjo narrativ, kjo narracion, është përtej kësaj situatës të fundit, janë edhe do, që më thonë, thojnë jemi gazetar, punojnë qështu online, nuk kanë redaksi, nuk kanë adres, nuk kanë gazetar, nuk kanë montazhera, nuk kanë ekip, pra janë vetë qujtu në gazetar, nuk e di ku jetojnë, edhe shpërndojnë si insinuata, ata i nisin, zakonisht ata i nisin, pastaj mundesh me përfundu edhe në RTK në lojmet qendrore në 19:30, që kemi përfundu na njëherë, sepse është mendësia njëjtë, aty janë disa njerëz të papërmbushur një jetë, janë të ligë, që që me thonë përdorin si insinuata edhe e... Kur jemi të folë, do më thonë për sta kinse gazetarë, se sta që nuk kanë asë redaksia s'kurze, do më thonë për me dit edhe qytetarët paka shumë ardhë. Po që tani shkojnë të redaksit, shkojnë RTK, shkojnë atje... Po qysh është, do më thonë gazetarë, qysh është gazetarë, qysh duhet me kanë një gazetarë lezitim? Po mas pari, gazetaria, mediat janë biznes, dësh me u regjistru në ARBK, dësh me pas numër të biznesit. Si biznes, do më thonë regjistru, po. Përveç biznesit, dësh me pas adres, ku e ki veprimtarinë, dësh me pas numër telefonit, dësh me pas redaksi, redaksia është hierarki, është krye redaktor, gazetar, kamerman, këtë ekipin. Në këtë këto do të me qenë transparente, dësh me qenë i regjistrum në këshill të mediave të shkruara të Kosovës. Do më thonë një qytetar nëse ka një diçka me arbër e Ramadan, e ke raportu një diçka, në konë organ pictures, që është këshilli mediave të shkrume. Do më thonë, për shembull, nëse adenon e për bëj edhe për publikun me kuptu sa ma mirë, do më thonë, ti e të thonë që nëse arbër e shkru një tekst, që kjo tekst
u redaktu e krejt, i Edhe ka kalu përbën gjitha pasaqsi, hallkat, redaktoriale i ka brenda kalu gazetës. hallkat brenda zyres, po çka ndodh nëse sa e pala tjetër thot ky ma ka bu mu të pa drejt, shkon edhe ankohet te Këshilli i Mediave, po? Pra ato që janë media, pra që jemi të regjistruar. tash Sepse ti pra e ato të që po flafson ato s'janë kërkonesë. Tash ti e të thonë, nëse po shkruan se tje kush do, hajde, mos t'ja u përmenë memra, do më thonë se jenë nuk i asku mu drejtua, po? Nuk i ku më drejtu, nuk janë të regjistruar. Do më thonë të atina më shkru në Facebook. Po, janë phantom, po. Adin jetu të ma denigru. Përveç kësoj që janë e përdorin. Cita arbër, do më thonë kanë me vite që frynë edhe propagandë, edhe gjuhë fyse, edhe zilë shka tjetër ndaj i shkrerve tu që kësë, ndaj edhe Ramushi. Do më thonë, së dhe pam në kuvend edhe Dënika Gërvalën duke i thamë Ramushit, adin me dë farë akte si fmi me konë, adin shkët e venë janë i pëne. Po se dërmimin më rinë deri tani deri në kuvend. Për që ato po thëmë, fillën prej do farë skuthav, prej do farë këthinav, pa një uhra edhe përfundojnë në televizion të Kosovës, përfundojnë në kuvend të Kosovës, përfundojnë në media, bajage prestigjioze deri dje. Pra ndaj është rreziku kështu zinxhiror. Po, tash që kjo fara anomalijës, që kjo abnormalitet, se nuk është normalitet, do më thonë që kjo deri ku ka degradu, që kjo zgjuhë e krejt. A jetu menu se ja ka kalu... Pritshmërive, po, do më thonë edhe raportimi drejt. Pra në mënyrë që jemi në kodër të parashikueshmërisë vetëvendosis, të kuptit mu për veti, nuk është që më befasën, bile kove të fundit asë që më shqetësën, këtë gjuhë, kjo krejt, adhe është qash banale, është qash palidhe, sa asë nuk më shqetësën, po ajo çka është, që me thonë, ku provojën me mojtë fokusin, është e vërteta, edhe e vërteta është që e kemi post një ekspozit skandaloze për cilin e raportum edhe që është financu prej kuvendit të Kosovës edhe njëjta organizat ka morë vazhdimisht funde prej institucioneve të Kosovës edhe ne si gazetar, si me thonë, e kemi për detyrë kryesori i kësaj ekspozite ishte Shkelzen Gashi dhe tash Zoti Gashi neve na çun paramilitar të parmatusur, që shto e koni par termi për neve gazetarve. Pa referenca, pa kur gjobit që shto. Edhe Zoti Gashi, si me thonë, qinat e ti, atë njohjen, dijen supremet ti, e ka delegu të fundin ndërkombëtar për të drejtat e njeriut. A i thot se KLM-DN janë Kosovë dhe organet në Kosovë nuk janë kur gjë, nuk në nderojnë njëve. Nuk janë legjitime, po është një fond i të drejtave të njeriut, e cila udhëheqet nga Natasha Kandić, dhe unë referencë atun dijen supreme marrë atje e kam. Do më thonë edhe në librin e vetë, në ekspozitin e referencat i kokën se atje. Po, fa do më thonë, fillimisht kishtë thonë diçka që janë burimet e mija, si pas burimeve të mija, pas taj dule ju referu Natasha Kandić. Fondin ndërkombëtar Natasha Kandić. Edhe tash çka bën një media serioze, çka bëm ne. Kolegu jonë Gjezair i verifikon fakte. Edhe kolegu jonë Gjezair Doshi fillimisht i verifikoi raportin e fundit ndërkombëtar për drejtat e njeriut edhe e gjeti që referencat që ka përdorur Shkelzen Gashi nuk janë të fundit ndërkombëtar, edhe e raportoj këtë. Në ato që po thirët, në ato që po thirët, ku i ka referencat, edhe e raportoj këtë, po si me thonë, ne nuk e pomë që është tablo e plot, pa full edhe akterja kryesore, Natasha Kandić, sepse Shkelzen Gashi tërkohën thëtë une, të ajo thirën, ajo mu më derën. Edhe Gjezair Doshi, kolegu jonë, gazetari, e gjetë Natasha Kandićin, numrin e saj, edhe fuli me të në telefon, edhe Natasha Kandić e tha atë që ne e dinim, por që ishte nevojshme ta thot ajo vetë, se Shkelzen Gashi nuk di, nuk kupton dhe është naiv në këto tema. Ta ndjekim intervistën e kolegës Gjezair Doshi me Natasha Kandić. I think the problem of understanding of Shkelzen Gashi is that he doesn't understand, that he doesn't have knowledge about that to understand that we said that we noticed that some of killed people were the members of Kosovo Liberation Army, but it means
that they have been members of Kosovo Liberation Army before arrests, before trials, because some of them were sentenced, some of them were only accused. That before that, after that, they changed their status. But for them, for the history, for the knowledge, for the truth, is very important to tell, because all of them who were the members of Kosovo Liberation Army, they received official recognition, and their family also received from the Kosovo government official recognition, and they receive very important recognition in form of monetary reparations. But all of them are victims of war crimes. Just to interrupt you a little bit. In your records, when you say that 48 of those killed were listed as soldiers, did you get that data from what the state authorities or the prison authorities maintain, that these were former KLA members? So there, our FACTSER, our database is based on more 30,000 sources. You can find, confirm and check through other sources from evidence about killed prisoners in Dubrava. Do you understand? Yes. They were killed as prisoners. As prisoners, of course. They were armed guards, but they were, prisoners without any power, without what is, normal. They were in the prison. It's the same everywhere in all massacres. Shkenzen Gashi also wrote a book previously. If I'm not wrong, it's about 2 years ago. So then he collected some data, which he says he took it from your records. And basically it's the same data, because this exposition that happened in Pristina, is almost wholly derived from that book. Didn't he, previously call on your organization to check, to verify again? No. He promoted 2 years ago the book in many locations around Kosovo, and once I was invited to speak with him, and I rejected. The other time, Civic University, Albanian students organized debate based on humanitarian law center book about missing persons and about Shkenzen Gashi book massacre in Kosovo. And in our book about missing persons, in the book, in the end of the book, we noticed all sources about our facts, because everything what is part of our database is based on more than 30,000 sources. It means that many local evidence are the same as confirmed some information about Dubrava prisoners, about Meja, but discussing in on Civic University, I found how it's important, to show sources and to have sources who could be checked, verified, But in the book of Gashi, you will not find the sources, and I never talked with him about the book, because I saw the book and I saw that some cases in the book are different
confirmed, established by the International Criminal for the former Yugoslavia. Do më thonë biseda ku ka konë koza e gjatë, edhe Kandi që pas ka spjegu saktësisht çka ka thonë. Edhe që ka injoru për librin më herët, edhe në raportet e saj, do më thonë pas ka tregu edhe për organizatën e cila edhe tek njerëz të armatosur nuk e ka pas fjalën që të burgosunit kanë qenë të armatosur. Jo, është njohje elementare që janë në drejtën ndërkombëtare, është njohje elementare në disa konventa që i rregullojnë se kush është civil, kush është ushtar e kështu me radhë. Quhet njeri që nuk mund me është duar bësh, edhe duar bësh ti edhe kur të çarmatosesh. Kur të çarmatosesh prej regjimit edhe nuk je më i rrezikshëm. Pastaj vritesh, domethënë ti je civil. Këto janë njohje elementare të cilat ne e kemi ditë që zoti Goshi nuk i posëdon, po ishte nevojshme me u shpërfaq në këtë formë, këtë parfeje. E tash kryeministri Albin Kurti, siç ishte nervoz në seancën e sotme, fuli edhe me një konferencë për media, ku me një farë shpërfili kështu, fletë se me gjos nuk ishin të sakta e kështu, e jep një farë në konferencë një farë fjalimi, ta dëgjojmë çka tha Kurti në fjalim. Sa i përket ekspozitës, e cila me sa mora vesh tashmë është larguar, ajo nuk ndodhet më në shesh. Aty ka shumë masakra që nuk janë përfshirë, por kishte të tilla që kanë pasur gabime në tekst. Ato natyrisht do e mos duhet të korrigjohen e të përmirësohen. E vërteta për ne dhe krimet e kryera në Kosovë duhet të ekspozohen sa më shumë, jo vetëm para botës, por edhe para nesh, në veçanti para të rive e brezave që do të vinë, për shkak se ju e dini që një pjesë e konsiderueshme e popullsisë të ne, për të mos thënë gati gjysma, ose kanë qenë fëmijë në kohën e luftës dhe nuk e mbajnë mend qartë dhe nuk kanë pasur si ta kuptojnë atëherë se çfarë po ndodh. Krejt, dhe në anën tjetër kemi edhe aq shumë të rinj e treja që kanë lindur pas luftës. Dhe kjo ekspozitë është shumë e rëndësishme për të ardhmen tonë, veç për të kaluarën tonë. Këto ekspozitash na duhen sa më shumë, por natyrisht me të dhëna të sakta, pa gabime dhe duhet të jenë të plota. Të gjithë ata të cilët janë dashamirës të mbamendjes kolektive dhe të cilët kanë zell, ndjejnë përgjegjësi që të kontribuojnë instituti mbi krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë është adresa cilësore dhe institucionale e Kosovës. Qëtu pra kanë zhvillimet që ndodhen rreth kësaj ekspozite dhe reagime që patën, pastaj shkëlqen Gashit ju kontrollu ju bastis edhe banesa, do më thonë është marrë në pyetje, sipas asaj që ai e ka thonë, do më thonë në Facebook. Edhe prokuroria speciale tash së fundmi ka konfirmuar që do më thonë çfarë desha më thonë që edhe prokuroria speciale shumë për nxitje të urrejtjes dhe përçarjes, mos durimit. Okej, përpos këtyre temave, do më thonë Albert, na kemi vazhdu javën prapë si një media serioza. Po qalë këto punën me një surt elektrik, dhe ku e ke dëgu hulumtimit? Qëto dhe ishta më dalë, dhe më thonë fillimisht, Albert na e kemi publiku në hulumtim javën e kalume, ku i kemi marrë 1050 njësor prej 9 komunave ose të gjitha rajonave të Kosovës, edhe prej 1050 njësorve vetëm 3 prej tyre na kanë dalë të saktë në kohë. Kur po themi në kohë, do më thonë, kur e prekni njësorin... Hesë më spjego, kejt e din, unë më të më shkrua që janë, kejt e din. Besoj që tash veç është e dishme, por na, do më thonë, prej shtjune veç 3 kanë dalë të saktë, do më thonë, të sinkronizu me kohë. Përpos kësajna, tash kanë reagu Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë, Inovacionit, do më thonë udhëhiqet prej Mimoza Gusarit, dhe kanë reagu dhe me tash, para se me dalë të kjo, po shkojna njëherë ke konferenca e Kecit, po shmboj gjatë kësaj jave, edhe kom shku edhe aty. Në mund Keci dul me zëdhënësën edhe me 2-3 zyrtarë për me u përgjigjë për... Aty ke menaxherit departamentit për njësoret elektrik, do më thonë, krejt do më thonë përgjithësit e Keskos edhe Kecit, kena aty bashkë me 2 zëdhënësët, edhe aty i pata disa prej pyetjeve të mia të cilat
paka shumë unë i kom drejtu disa pyetje në kec, por nuk kom pranu përgjigja Arbër. Domethënë në momentin e raportimit tonë, ata kanë dalë me një reagim publik, që gjithashtu ja kemi publiku në nacionale, po nuk më kanë kthy përgjigje konkrete në pyetje që ai kom parashtru. Kështu që po e ndjekim domethënë po eses të plot, jo pjesë, se në Facebook ndahen zakonisht, në YouTube është e plot, po esesim pjesën e plot domethënë të pyetjeve të mia dhe përgjigjeve të zyrtarëve të Kecit, e pastaj kthehemi edhe një herë për me shpjegu pak më shumë. Aleksandër Mako prej Gazetës Nacionale, duke marrë parasysh domethënë që kemi qenë prej mediave që veç kemi raportu për gjetjet që i kemi bën terren për gjitha rajoneve të Kosovës, bëhet fjalë për një mostër perenimi e 50 njësorëve. Do të thotë nuk ka pas vetëm raste të izoluara, siç e ceket në fjalën e juaj, por ka pasur raste të shumta, domethënë nëse kemi hyrë në një hymje, edhe ka pasur devijime kohore, ato devijime kanë qenë në gjitha njësorët e rrymës në atë hymje. Nëse ka qenë problem i izoluar edhe e keni evidentuar, a ka pasur kontroll fillimisht domethënë për me sinkronizu gjitha orat. Gjithashtu i kam me disa pyetje tjera, po i shkoj me rend nëse don mi shkruajt ose nëse don përgjigjemi me radhë. Përgjigj për këtë të fundit. Ju e thatë që nuk kanë qenë raste të izoluara, unë po e them që ka pasur raste të izoluara të cilat e te i kalojnë normën regulative dhe teknike të njësorëve. Ju e ceket për 5 sekonda, më falë. Pastaj raste të cilat dalin përtej asaj që e lejon regulativa dhe teknika e njësorit, atëherë ato raste kanë qenë dhe janë pra të izoluara, në ato raste po punojmë dhe siç e thash çështja se cilit konsumator do të trajtohet komfort të gjeturave individualisht dhe do të procedohet tutje për me pas në qoftë se do të ndërrohet njësori apo edhe duhet të kompenzohet dhe ju asiguroj edhe njerëz se secili konsumator do të kompenzohet deri në centin e fundit nga kes dhe kesko. Ju e ceket normën do të thotë me një diferencë prej 5 sekondash. Mbi 63% të njësorëve prej 1050, pra 666 me sa duket, kanë qenë në minoskop, pra kanë qenë më vonë që kanë hinë në tarifën e ullët në ora 22. Ndërka që kur po themi prej 63%, mbi 60% kanë qenë mbi 1 minutë diferencë. Nuk jemi duke folë për një normë 5 sekundëshe. Si pas kodit edhe regulativa. Para se me e ja kalu fjallën edhe zyrtarit për këtë çështje, atëherë në qoftë se ishte i vëmendshëm ishte 0.5 sekonda në ditë, plus minus. Po e kuptoj, dhe në momentin... momentin... Dhe me kalimin e kohës, pra kjo çështje edhe mund të... Kjo 0.5 sekonda edhe mund të rritet me kalimin e ditëve të javëve të muajve. Po, nëse qytetarët veprojnë vetëm sipas asaj që thuhet nëpër media, kur apeloni për kursim të rrymës, domethënë apelohet tek qytetarët edhe prej qeverisë, edhe prej zërrejës, edhe prej juve, apelohet që me u shpenzu pajisjet shtëpiake prej orës 22. Ju kur po thoni që kozatja nuk dallon, këta po e dim, domethënë është logjike, por nuk mundet më u thonë qytetarëve që 9 orë gjatë ditës, gjatë 24 orëshit, i keni rastësisht me të lirën, sepse për ashtu mundeni nashta me kthy me kilovat. Do më thonë me bo 30% të kilovatve që i shpenzoni, me i kthy me tarifën e lirë. Po e thom hipotetikisht, për ndryshe ju e ceket që pajisjet që janë të vendosura në shtylla, ku qytetarët cenohen prej qasjes në to, nuk e din se sa janë duke shpenzu, ose nuk kanë aplikacione, për shembull në disa fshatra nuk kanë aplikacione fare dhe na duhet me kuptu që ata nuk janë kaq përpara çysh po e mendoni me kthyer çdo ditë se sa janë duke shpenzu, por nuk kanë çast domethënë tek njësorët as me kthyer kohën. Kur po thoni se këta janë inteligjent, a mund të na thoni llojin e tyre, edhe a mund të na thoni prej mbi 700.000 njësorëve sa njësor janë inteligjent? Pastaj kam edhe pyetje tjera lidhur me standardin që të referoni, standardet do që është për mbajtjen e kohës. Atëherë çysh u ceka në paragrafet që i përmend Leona, aty gjithmonë flasin për një devijim të lejuar të njësorit plus minus 0.5 sekonda. Kjo normalisht mbaret prej temperaturës, edhe prej kohëzgjatjes së njësorit. Sa më gjatë që njësori është në terren, qash më shumë kam pasur devijim kohës normal. Ja mundem me thonë që na kemi edhe raportet e caktuara ku kemi një numër të madh konsumatorëve që kanë mbi 10 vjet.
mbi 10 vjetërsi në teren, edhe ato janë prioriteti joni parë për me ndru. Tjetër, çka do të thonë, na kemi bë thirrje konsumatorëve që me fillu shpenzimin e energjisë për orës 22 deri në orën 7. Vazhdon ai apelim, pse ju garantojmë që gjithë njësor digital që janë në teren të pranuar nga KEC-i e kanë sistemin digital të aprovuar nga zyra rregullotore të energjisë. Ky devijim i kohës ka një tolerancë caktuar. Çado që janë, çu përmend edhe në këtë sqarim, çado që është jashtë kësaj tolerance, do të kompenzohet. Vazhdoni me përdor sipas sistemit të aprovuar të tarifave nga zyra rregullotore, ndërsa për konsumatorët që janë afektuar, që kanë mund më afektu prej këtij devijimi kohor, jashtë tolerancës së lejuar, atëherë ata do të kompenzohen. Tjetër, njësor inteligjent. Nëse i referohemi historisë, në kohën e privatizimit të KEC-it, raporti njësor digital dhe mekanik ka qenë 90% mekanik, ndërsa 10% ka qenë digital. Sot në kohën kur ne flasim, ky raport ka ndryshuar. Jemi diku 70% njësor që janë digital, janë 20% e njësorëve, rreth 20% njësorëve që janë inteligjent, edhe një pjesë mbetur janë njësor mekanik, të cilët do të ndrohen me prioritet më të lartë. Do të thotë vetëm te njësorit inteligjent sinkronizohet koha nga baza, do të thonë nga serveri, nëse e kam të qartë. Okej, gjatë 5 viteve të fundit, do të thotë unë nuk e di se e bëni ju verifikimin e njësorëve, po kjo nuk është çështje ligjore që i takon KEC-it. Lizi për metrologjinë cakton shumë mirë që i vetmi laborator, edhe vetmi agjenci që është e licencuar, edhe që është përgjegjëse për me i shiku, do të thonë njësort në këtë rast edhe gjitha mjetet e matës e tjera në Republikën e Kosovës është Agjencia e Metrologjisë. Kjo agjenci nga viti 2025 do të thotë është pa akreditim në laborator, e ka vetëm një zyrtar që funksionon në këtë laborator e nuk ka staf të shtuar. Ndërsa gjatë 5 viteve të fundit janë kryer vetëm 329 verifikime periodike, që është do më thonë shumë shqetësuese si numër prej mbi 700.000 njësorëve. Atëherë këtu 329, a mundim me na tregu ne, do më thonë edhe opinionit në këtë rast, se sa njësorë janë jashtë afatit të verifikimit periodik aktualisht. Do më thonë, sepse AMK-ja, edhe pse është përgjegjëse, nuk ka të dhëna zyrtare nga KEC-i. Dhe kjo është shqetësuese gjithashtu. Për këtë çështje patjetër që na duhen edhe të dhëna me hyrje dhe me pa. Patjetër që do të kthejmë përgjigje, po na siguron një. Kam dërguar pyetje në fakt, po s'kam. Okej, na dërgoj prapë edhe një pyetje përmes emailit, do të kthejmë përgjigje, sepse janë dhëna që duhet një rishikim pak më i gjatë se sa tani për momentin. Okej, po verifikimi i shtynë njësorëve kur po thoni te qytetarët, me bë ankesë te ju. A mundeni më na tregu çka bëni ju në këtë rast? A shkoni ju me marrësit njësor apo e lajmëroni AMK-n, sepse nuk është përgjegjësi ligjore e juaja? Verifikimi i njësorëve është detyrë e distributorit. Na jemi përgjegjës për mirëmbajtjen e njësorit. Kur themi te verifikimi i njësorit, na bëjmë leximin e njësorit, mirëmbajtjen e njësorit, e verifikojmë domon nëse njësori është tomat brenda parametrave të lejuar. Moment kur shohim ndonjë anomali, në rastin konkret, si përmend devijimi i kohës, është jashtë tolerancës maksimale, nuk e kemi caktuar me rregullore se çka më vepru. Ai njësor ndrohet, dërgohet në laborator, verifikohet, nëse del që është jashtë tolerancave të lejuara, atëherë bëhet kompenzimi edhe ky është procesi i rregullt që është bën prej fillimit të KEC-it. Çdo raste ndodhen është sot edhe kena me vazhdu me këtë procedurë, kena me vazhdu edhe me një tarme. Do të mësojmë më. Ju japim pak hapësirë. Nëse një çështje shpejt, ndoshta kanë mirë kuptim edhe koleg. Po e bëjmë andej më duket sikur një debat. Shpejt po e bëj, tepër shkurt, domethënë edhe po përfundoj. Kjo që janë cila pjesë mbet, si më thonë, e pasqaruar. Po, do më thonë qëre, këta janë të thonë, si pas asajna që po e thojnë në konferencë, sepse qëtu unë e bona një gabim, kur mendova si për 5 sekunda është diferenca, e këta thonë 0.5 sekunda në ditë. Mirë, po. Po, do më thonë tash, nëse që kjo gjdo 0.5 sekunda në ditë, do më thonë, shkën diferenca, i bike që me vite kjo mundet më bu 20 minuta, 30 minuta. Me gjitha të, unë përsa ta i thash, do më thonë që unë për e kuptej, që e në po thonë, por nëse qytetarit i thu në ora 22, hinë me të lirën,
Edhe ai nuk është me të lirën, është mirë qytetari me ditë. Sepse na jena të folë për qytetarë që nuk kanë qasë në aplikacion. Që nuk din me marë aplikacionin. Edhe një diçka qa me të mua prej konferencës, kur zëdhënësja thështë se këto që po vendosën shtylla elektrike janë super inteligent, edhe konfirmohen, për nuk e shpjegoj që qysh konfirmohet koha. Qysh ka qasë qytetarin. Po, e pyta, përsa ta kesa e pjesa do më thonë ku i thëmë nëse jem të e kuptu saktësisht. Ju po thëni 20% të njësorëve janë inteligent, që ta në për shtylla elektrike. Edhe po thëni që sinkronizohen prej serverit, prej bazës. A i tha po. Edhe që vetë korrigjohen nëse s'ga bëj tha. Po, edhe tash, do më thonë... Qytetarit që din, a e kuptove? Tash unë e për qytetari thash, do më thonë, na jena të e cënu qytetarin, a i nuk e dina sa kilovat është i harzu. E ti po thu në aplikacion. Në aplikacion gjysh jam nuk ka aplikacion. Do më thonë, a i në Ose nuk ka posas një fushat informuesi nuk e di, unë nuk pe di, unë nuk pe di që ka aplikacion. Kur të vjen i rrymës, inkasanti, a i mas pari i thët qytetarit të qëtu më sprek. A pëtën, do më thonë, asë nuk e kanë ditë qytetarë që mujnë me këshyra të. Do më thonë se... Njësori, kjo farë ora, është si më thonë raporti ose mardhënja e qytetarit me shërbimin që e merë dhe me pagesën në detyrimin që e pagun. Ta sharbër na... Nuk është e huj, është njësori i ti, normalisht. Dhe të me bose raport me to, me hargjimet, me konsumin, me zështja. Ta shti për shambull, pëdën me ditë... Për me danol qosin bëjler. Ta shti për shambull, telefoni për ta set që i ki hargjum 100 kW, edhe ti pëdën me këshur njësori, se ti po thunë nëse më kanë shpe. Më është raport jetë me të, nështë ta u dënë mu përmirësu me hargju ma pak. Po, mëre, adhe nështë këtë qështje tina. Tash, une, për qëta të më thonë këtë qështja që unë një thash këtyne, nëse jëmë vis 20% inteligent, apo më të regëni sa e një jashtë afatit, do më thonë të verifikimi. Sepse këtu ndodhë keni, nuk di që mja u spjegu mirë qytetarve, po kjo është një farhedhje topi si na si gazetar na kuptojmë që është ndodhë. Sepse ministria po thot hajde ankonu të na, Keci po thot hajde ankonu të na, edhe këtu është vis një lojë, do më thonë të ndodhë, që me hutu sa ma shumë qytetarin e mes me pas fakte sa ma shumë. Me ndajone, dyshimet e mija do më thonë edhe i kam të bazume. Pse po e thëmë këta? Keci po bën thirrje po thot nëse ti arbe Ramadanit, dyshon që ora jote, do më thonë nuk është në sinkron me telefonin, ti e bën një ankesë në Kec edhe ekipet tona kanë në ardhë edhe me marrë njësorin me verifiku. Unë i pyta këta, qyshe verifikën e thash ju njësorin, thash ku lizi për metrologin, këtë drejt e ep veç agjensis metrologjis, që funksionon në kuadrët mintit, Ministria e Tregtis, që udhisi premi Muzakusarit. Tash, qysh operatori privat, unë po dyshej që ti e të më dëmtu mu... Po, ti së nga kontrolon të te apet. Po, konflikt interesit, se ti më rranë. Po, ti më thu, po të kom dëmtu 5 euro, ti këtë dëmtu 50. Ja, kjo nuk më rëtë me ndodhë. A përdin, nuk ka logik. Ka edhe ma heret, do më thonë nuk ma dhanë mundësin që shepon e qytetarët. Ta prejtën e por që shkujem një numra. Se këthejmi prapë, thanë të ti, po s'ma dhanë më fjallin, me bu pyetje tjera, sepse do më thonë ku desha me dalë është që ka posë raste edhe ma heret që u kanë skandaloze, qysh edhe njerës e agjencisë meteorologjisë kanë shku kanë kry verifikime në laborator të Kecit. Do më thonë në laborator të Kecit mrena, edhe kjo u kanë konflikt interesi. Ka pas vendim në Mosgabofsha që asë një zyrtar i ministrisë nuk u zënë me shku të Kecit, se kanë shku në operator privat, do më thonë. Tash, për me dalë manal, kur po thomë agjencia e meteorologjisë është e vetmja që ka autorizimin me i verifiku njësorin. Njësorin shpe, u dëzën me arë me marë ves agjencia e meteorologjisë me sun laborator me kësyr ata ka matë rrymën mira jo. Ves që kjo agjenci. E qka këta është kjo puna që një laborator... Që tash? Ministria ka dole e ka thonë që na jena në teren, do më thonë e këna bu një komision, që është prapun me ne është gabim, do më thonë se këtu vëqë dashtë më aktivizu krejt inspektorat. Do më thonë në teren, edhe veç me mbledhe informacion. Për gjdo njësor. Jo me më thirë ti mu, se ta kanë thonë na vinat e ata që janë kohën. Pra për da është më problem këtë gjënë. Një 70 vjeçar arbër, një 50 vjeçar, 60 vjeçar. Nuk e ka një smartphone me ta shkrujt një email ty, me ardhë ti tani të shpia, zdin me ta shkrujt adresën, zdin, a përdin,
ka shumë çështje të pazgjidhura, tu kanë të vis del domethënë edhe Sistematikisht. rastësisht vështirë, sikur na që kena bu hulumtimin, edhe ti çike mos sër ty të kallzon ku jena na me problemin. Tash çku po du me dal. Këta kanë thonë se i kena tërheqë do njësor, të qytetarë që janë anku, ministria, pra, Mimoza Kusari e ka shpërnda këtë postim, edhe i kena tërheqë do njësor. Qëta njësor, po thojnë i kena shumë laborator të Agencisë Meteorologjisë për verifikim. Verifikimi, për me kuptu qytetarët, i tregon qytetarit, për shembull nëse u dëmtu me 10 orë, që do më thonë e ka pas të pakalibrume, ka me kompenzu keci. Do më thonë deri që të po kuptomi. Tash në qitë laborator, që jënë të shku qëta, laboratori shtetit, agencia e shtetit, lizi, do më thonë krejt, që tu ku jena të isu në njësor, që kë laborator ma kanë konfirmu, do më thonë për Gazetën Nacionale, që ende jenë në proces të akreditimit për cilësi për standarde ndërkombëtare. Do më thonë me isë standarde, jenë të pa akreditum. Do më thonë tash, sa është besueshmëria verifikimeve, ose a mundet që kjo çështje në gjykat me urdhzu, me thonë ketë si vis një minut. A keni akreditim? Jo, subo me ISO standard, unë si besoj që sa i sinësirë. Se nuk, prej kurit është e pa akreditu? Prej 2025. Do më thonë këta kanë thonë jena në proces. Tash, tjetra, informacionet tona, neve na thanë që vetëm një zyrtar ka punu në qitë laborator të shtetit, ku i ka verifiku njësor. Vesë një njeri? Vesë një. Një frym? Po. Një shpirë? Tash, mbi 700.000 njësor jenë në këtë Kosovë. Do më thonë, raporti është i të mërshëm. Një me 700.000 bre? Po, a përdin? Edhe, unë i pyta mas nej, këta thanë që jena ende kena pas procedura të rekrutimit stafit, me shtu stafin, po prej 2025-ës, jënë kanë të pa kualifikum, ose të pa akreditum. Ata kandidat të pa përshtatshëm. Po, do më thonë nuk kanë në ranë në raport, do më thonë ose si kanë plëcu kushtet, qa pëti. Ta ndjekim fillimisht si të video, do më thonë që e këmë borë. A ke bo video, po, rreth se sa i qështje, edhe tani këthejemi e vazhdojmë. Pas raportimeve për njësoret e energjisë elektrike, ku nga 1050 njësor nga gjitha rajonet e Kosovës, mbi 99% e tyre rezultuan me devijime kohore, kanë reaguar edhe Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit. Ministri kjo e udhëhequr nga Mimoza Kusari. Kjo ministri ka njoftuar se kanë themeluar një komision të posaçëm për verifikimin e njësorëve elektrik, të cilët tashmë kanë tërhequr disa njësorë nga terreni pas ankesave nga konsumatorët. Këta njësorë sipas njoftimit të ministrisë janë dërguar në Agjencinë e Meteorologjisë së Kosovës për verifikim, institucion që funksionon në kuadër të mintit dhe që sipas ligjit është përgjegjës për verifikimin e njësorëve elektrik. Megjithatë, ministria nuk ka bërë të ditur se kjo agjenci po përballet me disa çështje të rëndësishme në kapacitetet e saj. Sipas përgjigjeve për Gazetën Nacionale, kjo agjenci ka bërë me dije se që nga viti 2025, me gjithë shtimin e kapaciteteve që kanë pasur, kanë punuar në përgatitjen e sistemit të menaxhimit të cilësisë dhe se janë ende në proces të akreditimit sipas standardeve ndërkombëtare. Kur janë ende në proces akreditimi, pra aktualisht pa akreditim, çfarë niveli besueshmërie mund të kenë verifikimin nga laboratori i kësaj agjencie? Përveç kësaj, agjencia përballet edhe me mungesë të stafit. Vetë AMK-ja ka deklaruar për Nacionale se gjatë vitit 2025 kanë zhvilluar procedura rekrutimi, por nuk ka pasur aplikime të mjaftueshme apo të përshtatshme. Edhe më shqetësues pastaj është niveli i verifikimeve të kryera. Sipas të dhënave zyrtare, gjatë 5 viteve të fundit janë realizuar vetëm 329 verifikime periodike të njësorëve elektrik, që i bie mesatarisht rreth 65 verifikime në vit, për një sistem me mbi 700.000 njësorë në përdorim. Agjencia e Meteorologjisë është institucioni që bën aprovimin, verifikimin dhe mbikëqyrjen e mjeteve matëse në Kosovë, përfshirë njësorët elektrik. Megjithatë, në përgjigjet për Gazetën Nacionale, AMK-ja ka theksuar se sa i përket çështjes së kohës në njësorë dhe ndikimit në tarifat e energjisë nuk mban përgjegjësi direkte, pasi që verifikimi i tyre lidhet vetëm me saktësinë e matjes së shpenzimit së energjisë elektrike. Pra nëse një njësor po e mat mirë shpenzimin e energjisë elektrike. Sipas tyre, verifikimi realizohet në 2 forma, periodik dhe të jashtëzakonshëm. Verifikimi periodik bëhet çdo 12 vite, sipas rregullorës, ndërsa ai i jashtëzakonshëm kryhet edhe me kërkesë të konsumatorëve apo palëve tjera si ZRE apo keci. Megjithatë, kur janë pyetur për numrin e njësorëve që kanë tejkaluar afatin 12 vjeçar të verifikimit dhe që vazhdojnë të jenë në përdorim, Agjencia e Meteorologjisë ka deklaruar se nuk posedon informacion zyrtar për këto të dhëna. Kjo do të
thotë se vetë institucioni përgjegjës për verifikimin e njësorve nuk ka një pasqyrë të plot për gjendjen reale në terren. Këto të dhëna nuk na i kanë ofruar as zyrtarët e Kecit, të cilët i kemi pyetur në konferencën e djeshme për media lidhur me njësoret elektrik. Aktualisht, do më thonë, sepse AMK-ja, edhe pse është përgjegjës, nuk ka të dhëna zyrtare nga Keci. Dhe kjo është shqetësuese gjithashtu. Për këtë çështje patjetër që na duhen edhe të dhëna me hyrje me i patjetër që do të kthejmë përgjigje, po na siguron një. Kam dërguar pyetje në fakt, po s'kam. Okej, na dërgoj prapë edhe një pyetje përmes emailit. Kur Agjencia e Meteorologjisë së Kosovës është ende pa akreditim, kur kjo agjenci funksionon me staf të kufizuar, kur kryejnë vetëm 329 verifikime periodike të njësorve brenda 5 viteve, kur nuk kanë informacion se sa njësor janë pa afat, kjo ngrit dyshime serioze mbi kontrollin që shteti ka në mbi 700.000 njësoret elektrik të qytetarëve. Okej, ta është do më thonë baza kryesore e krejtë që sa në s'ka u fol në videon, që në ndjekin qytetarët, është që kur kanë thonë këta se ne jena të shtu staf, po s'kena mujtë me shtu staf, unë i pyta pytje shtes, ta është brenda 5 viteve të fundit, sa verifikime i keni bo? Këta thanë 329 verifikime, do më thonë veç 329 njësorë. 700.000. Po, ta është qatë duhet me pas qytetarë të qartë. Kur jemi të folë për sta njësor, 329, për 5 vjetë. 1050 i këna mbledh Gazeta Nacionale për një 20-30 ditë në për teren. Edhe ato i orë të plot, orë të plot. 2-3 orë atje, 2-3 orë atje. Ndërkohë të bëhet tema tjera. Ndërkohë po të marrë me si fare. Po, edhe këta që kanë pas me bo, do më thonë është me shku për shamë nësi ke hime në hymje, edhe i ke marrë 2 njësorë. Nëse jënë verifiku sa ta gabim, ki që e hymje o kam gabim. Adin se këta ershet, adin e kum pa me orë kështu, që ta si ja u thash edhe Kecit. Ta është do më thonë qa është një çështje e rëndësishme këtu. Që du 329 verifikime, mos me nëndikush që këtu është na i fanë numri, adin se mirë pas kanë bu verifikime periodike. Verifikimet periodike, e spjegova edhe në video, jenë verifikime që buhen çdo 12 vjetë. Do më thonë, tu ka ndru njësori para 12 vjetë, kur ti bën 12 vjetë, potencialisht është të e matë rrujmë nga gabim. Edhe që kjo agjenci e ka për detyrë me mbikëqyr, kur arbër Ramadanit, qytetarit kësaj republike, i kalën afati, agjencia vjen edhe nxem për shembull Kecin që nuk e ka ndru. E merr si njësor, e shkon në laborator edhe ja kthen arbrit edhe thotë ti e dëmtu 100 euro. Keci ka më ta dhënë njësorin e ri, plus me ta kompenzu 100 euroshin që e ka nxjerr agjencia. Ta shparandoj tuj që kjo besojnë që u menu në një situatë normale, që njësor me gjosë kështu teknikisht 12 vjetë që ndrojnë mirë kështu. Po. Ku menu me një gabim sistem. Gabim një sistem dhe që regullim të tajtë s'ki qenë. Na jena të folë për që regullim sistemi, do më thonë Keci po ngull kam që këtu e në rastet izolume. Tash edhe me gjys ore me këqyr, jenë mbi 10% që kanë dalë me gjys ore dhe vjenë. Do më thonë, jenë qështet mdoja, nuk jena të folë na për minuta mos e sekunda. Për të gjysore. Për ditë. Ta është do më thonë, po, edhe kjo arsyetimi, jo ti natën sa bën të aneshme, ty s'ti interesën. Ti nëse më thumë unë ora 22, unë a elshej, a e kursej rrymen, a se kursej, është punë e jemja. Ti jetë të mashtru mu, edhe që të mashtrim jetë të e bo, duke ta mundësu ty Agjencia e Meteorologjisë, është të ta mundësu shteti. Tash, edhe të reja që po heshtë. Po, tash do më thonë, rastet që i këm bledhë të qytetarëve që jënë anku në Kec, Keci e shkalla e parë, nuk ka reagu Keci për shembull 30 ditë në një rast, qytetari ju drejtu të Zërreja e ka thonë mu tarifa e ullët, kur s'pëm llogaritet. Nuk më rru. Po, Zërreja ka reagu brenda pak ditëve, me njëherë. Edhe qytetari i ka su email dhe i ka thonë falënderit shumë, erdhën ekipet e Kecit dhe ma ndru njësorin. A bën me më kallëzu ju Zërreja, qysh me apliku une për kompenzim, sepse unë jëmë dëmtu këtu. Edhe ata i kanë thonë brenda 6 muajve të kthehet përgjigja deri sa të shqyrtohet njësori jetë në laborator. Laboratori? Laboratori, tash dhe më thonë, është kërkun his. Tash qa jëmë të thonë une? Qa jëmë të thonë une? Që tu 329 verifikime, kur dikuj na mu në një dok rreth 65 verifikime në vetë, hajtë se ku kanë regullë rastet izolume.
Kjo është, domethënë veç gjua e përbashkët e ministrisë edhe kecit, domethënë në këtë rast, qytetarët janë në anën tjetër, siknej. Domethënë ata janë bashkë, çështu. Se krejt që kjo është u dok një farë. Po, A përdin, veçor. se na jena tu vazhdume. Për 700.000 njësor jena të folë që në 700.000 Po, për 700.000 njësor ti ishtë dash me pas. me familje. Ti ishtë dash me pas, së paku, 2 herë në vjetë, 150 inspektor misit në për teren. Do më thonë, vish me thonë, sët nesë në 3 kere Mitrovic e mlel në që tu. A përdin? Tanë vetë mos qes për temës, bërëm shumë nevëshme me thonë një sen. Po. Që të akcione që ndërmarrje që e ka marrë Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. Mu, si pas këndvështrimit tim, është bajage dyshim të nëse, si me thonë, edhe nëse nuk është kur gjë për kësaj teme, edhe pse na e kena verifikuar që ka diçka për kësaj teme, po nëse dyshimet të qytetarët janë kaq mëdha, nëse u thyj besimi kaq shumë, nëse skandali është kaq i madh, apo mendon që kjo ndërmarrje për me shku të njësur, të qëtë që ato e bo Ministria e Industrisë, është dosh mu bo pak ma e gjerë, si me thonë, mu koni përfaqësu si shoqënisë civile që atë. Dikush mbi këso. Po, dikush për ambasadat, si me thonë, mu koni i trup ma, një trup ma, që me gjithë një fjollë, Gjithë përfshirëse. po dhe ma heterogenit, që me thonë që mu koni zërat ndryshëm atë. Po. Unë nuk mëjmi besu që tash, ministrisë, Kur ti ke kryvis 329 verifikime për 5 vjetë. Nuk mëj saj ministrisë unë mi besu kur është vetë të dollë me operu edhe kur dollë me minimizu një skandale. Po të kuptoj. Janë njerëz veç të ministrisë. Edhe a i delë për t'ju së s'pas ka skandale, sa ti që ashtu i konvenën. Tash, qa po du me thonë une? Që kjo ndërmore u doshtë mu bo me ma shumë zona. Normalisht, qërë, une mendoj që këtu... Ndëri prokuroria vlove. Une mendoj si në momentin e publikimit raportimit. Momentin që sa tje ka fulle një parti politike për qëto farë qështjo. Po. Ishdash me reagu prokuroria me u vendos një masës e një diska, që misë me guzu me i prek një njësor. Sepse, na e kemi një kolegë këtu që ju ka ndru, do më thonë njësori rrymës, me një herë masë raportimit tonë, edhe me çfarë procedure, me çfarë drejte, me kur farë proces verbali, do më thonë qëre, nëse jena të full për prova, që ato prova e në zhduk. Po, nuk e din. Se ta shti kur të vesh, kur të vjen ministria, ose ministria vjen edhe e lumë, atë në fund, jësë të mirë, kokan. Ata teknikisht me gjosë thirën thuj se ekziston një farë mbamendje e këti njësurit, që mundet me u rikëthy e kum dëgju që të bërzjen. Po, mundesh me... A ma o qanë, me nuk e di, do më thonë, ka skandali madhë, mos mund mbikëqyrë prej prokurorisë, prej hetuesisë. Edhe hajde nuk i ka bo punën e vetë dhe i tash prokuroria. Po një ministri që e ko për një me. Që tash ku pëdu me dalë? E thirë për një tru pak ma gjonë, e bë një ekip pak ma gjonë, jo veç na me dojnë të telen se e ke hullë të më besimin atje poshtë. Kjo së është e u mundu mu bo politike edhe prej akterve dhe vendosës, do më thonë partisë në pushtet. Unë e menoj se nuk është politike, është gjithë përfshirëse, do më thonë është adin ta shfryzohet për gjithë s'ka, po kjo është... Dita po dëmtojnë qëtëtorët a jo. Do më thonë dita ditës, këtu veç është u rritë dame edhe janë të u zhduk provat. Do më thonë që kjo është gjendja aktuale. Tash, këtë si thët që na jena të i bunë ndrimin e njësorëve, ashtu si pas procedurën, na në gjithë ndrojnë a njësorë. Do më thonë, sepse e kam për detyrë, gjithë 12 vjetë me ndrusë ta njësorë. Edhe sa une pe kuptej. Po do më thonë, që tash, na jena të e po një farë shtimit ekipeve, do ekipe shtesë privat. Do më thonë, që si unë kom pak ma heret. Sepse është shpenzim e për kecin me investu njësorë të ri. Apëtin unë e kuptoj krejtë si ta. Po qëtu investime, qëtu se në fund përkthejen me fatura orë bërës atje, zërreja kur në rrit neve qmimin e rrëmës, që po pritet prap me u rrit, që Emiratën rritjen e çmimit të energjisë. Që koste që përshka këtu. Pagujna na. Do më thonë, ti nëse ma bjen mu super inteligent mu njësorin, kësë mu stani se unë apet këmesit për zetit. Se nuk dëmto është ti se me thonë, mos për mbullë në Po se dhe qëtë raportet jenë bajagi kështu të komplikume, kur bonë këto raportet, kur shkojnë zërëje, këto arsyetimet për rritje të çmimit të energjisë elektrike, përmendin edhe qëto, jo investime, jo probleme në sistem. Tash, pse po thomë une, se une menaj që çdo deputet, sidomos i mazhorancës, sidomos i deputetve që janë pozitë, se i kanë mi 50%, mendoj që i dash me koni zhurmë shumë, sikur me pas kanë opozit. Sepse
unë mëj me paramendu se a kishë bo vetë vendosja deri tash, ti shkon në opozit. Po e vërtet të shamë, po aty ko është problemi. Problemi është që ke që të halakon e menaxhon ZRE-ja. ZRE-n e zgjedh kuvendi, ZRE-ja është e zyra rregullatore. Zyra rregullatore. Në anën tjetër, domethënë për çështjen e shtyjeve verifikimeve është Agencia Meteorologjisë, që është prap e shtetit. Është menaxhim vetë vendosës. Tash të kallëzoni diçka. Njësori jot ish dash me undru çdo 8 vite. Ka si më herët. Po, e ka ndru. Në 2021-ën, ndron rregulloria, edhe bëhet 12 vjet. Kush ja va edhe 4 vjet afat shtesë. Sepse te mendojnë Kush ja va në 2021-ën kush ka qenë qeveri? Elsa Musova. Ja, vetë vendosja. Tash, të kthejmë një çështje. Nëse në vitin 2021, po e marrim shembull hipotetikisht, 100.000 njësor i kanë bërë 8 vjet. U dash me undru. Dikush që tu arbër, ja ka bo një nerë dikujna, që i ka thonë prit se me një votim, unë ty ta bëjt 12 vjetë s'ka, edhe hajt, ta mundësëjo ne. Ka viti 10, mundën më bo 180.000, ka i 11 një 300.000, po kërë rënë, halo, se si kanë bo 12. Këta sy në konë, as të e marrë shumë seriozisht ndrimin e njësorve, sepse qytetarët në konë tepër të avedishëm e funksionin e njësorit. E tash dule Agencia Meteorologjisë, tash dule dhe më thonë tash të regojnë halkat e shtetit që e kanë mundcu një operator dhe më thonë me vepru që shto. Kur del kece dhe thot, e binit e na e verifikojmë. Edhe unë i thomë, more lizi ty s'ta lejon me verifikua, bëdene ka Agencia Meteorologjisë. Pse ti nuk pi drejtën të Agencia Meteorologjisë? A bëdene, që kjo të regon ty bi pushtet. Dhe më thonë, që kanë thonë ples ma heret, një herë thojshin atë teremoti me hysmet mos e shty, tani me shtet mos e shty, tash me kec. Me kec mos e shty. Mos e shty arbër me kec, bjem kec. Që kjo është paka shumë, dhe më thonë, deri ku kemi mri, deri ku ka orë përgjithësia, dhe më thonë, shtetërore, edhe që kjo mos reagimi krejt. Sa poshën sa onës plenare, dhe më thonë, sot opozita e folën, edhe Ramushi e përmendi, dhe më thonë, vjedhja rrymës e krejt qëto. Po mendej e ka pas impaktin e vetë. Por si më thonë impakti final është atëherë kur sqarohet keq këtë temë. Normalisht. Jemi në proces, nuk sqarohet për një javë. Jo, kjo është çështje tepër e komplikume. Domethënë edhe u shkaktu ndër vite, si më thonë nuk mujmë as me kuptu për një javë e lëmë na u zgjidh për një javë. Na nuk mujna shtave që është mirë mi nejt. Na nuk mujna me konstatu, për shembull, sa ka mundu me kanë një dëm, nëse 0.5 sekunda ka kanë devijimi ditor anë kënej. Po që ta e ka përgjithësi, dhe më thonë, Agencia Meteorologjisë. Dhe më thonë, adin... Po që qanë e njëse që teme dhe i nejtit saj teme, po ndërku ndodhëshin tema interesante, e kjo me shkelzen gashë një futbol Kosova, jo më posha që o tëtë që po tikë që këtë temë. Po. Amo se kelon me tikë. Ta shpë thëmë, është strategji e pushtetit, se te si gazetarë kështu i terenit, nuk e përcjellë politikën bashkë sana atje në redaksi, është një strategji e pushtetit me ta tërheqë vëmendjen. Si me thonë, jobën vjem, mos u qudit, që ka me pos të reqet vëmendjes me tulli par teme pa lidhe, ishtu. A më shumë egzotike si temë. Si me thonë... Ti mu vëdo me më thonë... Mos mu habet vëdo me thonë. Ti rrik shtu. Vetë që shtu. Unë e po ta një problem. E po ta një problem se kur jemi të folë për 700.000 njësore, me ne isha arbër të isha ku me ditë qa është të ndodha nej, veç kur veke vendimi i kushtetusës. Po, bam, e ndërrejke. Tani vike loja. Tani që kjo është këtë gashi, do më thonë, ty ta bëshëm rrëma që anej. Vetë këtë dikush një dit, eja o mirë, për shamu si prokuroria i ka reagu, shkëtëzen gashi, ta zdi s'ka, ta zdi vëlloj, ta zdi ta së mirë, ta zhabdin ta kësër, ta shanina në zyre, kosa dush. Problemi ishke të më thonë si tani kur po hi, adin po metër, se ti pe kësyr lisin, pe kësyr, do më thonë këtë që shkojnë së të edhe është e rëndësishme me metët që anë. I shola ki me metët që ti. E rëndësishme, tepër e rëndësishme, është organet edhe mos në ojë në të nebe, se ka një heret së postojmë, të veç pak se shkelzen goshi që të e boni bërlëg, na du të me shkru e kështu. Jo, vis një minut, nëse ti se shkelzen goshi. Je, qitë, edhe kushtetusën po. Bilim fëtyrë ta kom thonë, njësim të e qita gjykimin në balin kërësure, e lashe që onit, ama mësujë, në keni natë që unë kesh bilim në një debat, kështu ke televiziv, edhe kem të folë për çështjen e rrymës, edhe ke panelit sa si mirë. Do më thonë, mja u gazu si në gjarje publikut, se pak edhe hajgare, do më thonë, këtë farë punën tonë,
edhe ke paneli mirë, do më thonë njerë se njefshin, do më thonë fushën e energjisë, nështë ta dikush u informoj kësë ato e krejt, këtë ardan se i diju, do më thonë fëllshin me numra, me këtë ti për interesant, edhe e krymë sa në, do më thonë, debatin komplet, edhe hypë në kerë për më nisën shpet. Po ta munal deri në zyre, lakrisht. Minutë që e ka kollë. Po që anë i thash, me siguri u po lëmë shërriti, adin qa su fëllke ato, jo zërreja, joj, edhe viju në stu dhe tha Orbri, tha, i shkon në orar kë. Tha ma bon Allah, tha, që shka love, tha, mira, përdin super, tha, që shqecim, tha, ty bë, tha, se këmë kësyrë, tha, se dur, tha, që shkëtëzen gashit, ta ka shumë reagime. Nuk e di, ja këmë spiku e ma herë që unë vis një herë thejna, përdin, vis më ka thys atit, nuk e di ta që vazhdojnë kjo emisiona, përdin, zdi sa ma kujtut. Ira bajtu. Se do më thonë për qytetarë me ditë, kjo ka me pasë vazhdimësi, kemi me raportuar. Kjo është dinamika, kjo është puna e gazetarisë, ko dinamika tërkuën, edhe jemi të, si me thonë, jemi në kontrolin e ngjarjeve që jenë përtej nesh. Ne nuk i kontrollojmë, i shkaktojnë qeveria, i shkaktojnë akterët politikë, edhe ne duhet me raportu. Mirë po, e rëndësishme është me ju rikthy temave që i prodhojmë ne, sigur kjo me ullëmtimin me kecin, për cilin po besoj që edhe një misionin në arshëm, çdo emision të pulvit, kemi me e vazhdu. Po përveç këtij ullumtimit të qanë, gazetori Burim Pacolli nuk po i dohet gjithashtu kecit edhe këtij personit i cili nuk ka rrym tash 20 e kusur vjet. E ka marrë përsipër me kryqit mision. Me kryqit mision e kish gjetë një avokate me gjas, e cila ka mja hec letrat personit për me u ankue për një thes me dokumente që du të me qua atje, edhe Burim Pacolli së bashku me këtë personin, se nuk ja harrova emrin, tash në video e mësojmë, që nuk ka rrym që 25 vite, ka shku të keci për... Zeneli, po, kanë shku për me dërzu ankesën. Ta ndjekim historinë e Pacollit. Këtu jemi me Zenel Fejzën, ju kujtohet nga storja e kalume. Ata Zenel është edhe i traktorin tash. Edhe po e shfrytëzon kablën që e ka lidh me akumulatorin e traktorit për me mbush një dritë, e cila ndriçon natën sa mos me min terë edhe për me mush telefonin. Për mush këto. Merë me çfarë harxhimi ka me dheth këto për mush telefonin. Nuk ka rrym që 25 vite, nuk e din ç'është është jeta me rrym, domethënë. Haxhi Zenel sot e ka përgatit ankesën, ju kujtohet herën e fundit keci, kur i kum qu pyetje na ka thonë me dërgu një ankesë. Për shkak se s'është bo ankesë prej vitit 2017, thonë. Haxhi Zenel e ka përgatit ankesën, tash po shkojmë bashkaresht po e dorëzojmë zyrat e kecit. Po, deshta me tregu se jemi konë edhe njerëz, na ka pranu kërkush këtë kërkesë. Po. Sot na nuk jemi për këto na jem vesh për një bander 2 dhe u kry puna. E kur e ke bo, Para 3 dite. Para 3 dite ke qenë me dërzu. Po, me dërzu, jo s'te ka pranu. S'kam pranu, a? Ja, t'kam lejmru. Edhe s'është vërtet që vej 2017 që s'ka bo, po kemi bo plot se jënë konë 3 herë komisioni këtyne me vërtetu linin. Okej. 3 herë. Qa shkru në ankesë? Drejtuar Kec. Kjo është kërkesa, do me thonë, që po e dorëzojmë tash në Kec. Haxhi Zenel thot se herën e fundit kur ka qenë këtu para 3 dite nuk e kam pranu fare këtë ankesë, po shkojnë atash bashkaresht të këshyrëm çka po na thojnë. Sigurisht nuk na lojnë me gjiru mrena me kamerë, Albion të rre këto pretna, mas nej vina ju njoftojna për zhvillimet mrena. Hajde? Bashk me Haxhin Zenel e sigurum këtë dokument, i cili është dokumentet e nevojshme për aplikim për pëlqim parimor. Janë një mal dokumentacione që do të me i përgadit, është 2 faqe kjo kërkesa, sigurisht na kena me gjetë një ekspert çështjes me komuniku me të dhe me na përgadit krejt dokumentacionin e nevojshëm. Shihemi në storjen e radhës, Haxhi Zenel, au lodhe. Pas pa të jo, ku bono nervoz, aj dëgjove. Po, bone nervoz, e vërtet, po du të me morë me qetësi pak, po s'ki faj edhe të pash. A për çka posedojnë, aso herë kanë qenë të une. E vërtet, do më thonë, ata kanë qenë... Më kanë shëtit. E vërtet, po të kuptej. Shihemi në storjen e radhës, tash të kena më mënu me gjithë me bo zgjidhje me i siguru qëto dokumentacione krejt,
edhe me i dorëzu prap në kec edhe me këshyrë çka po ndodh. Këta na thanë që departamenti i investimeve kur do që vendos me investu në atë pjesë, e adresojnë çështjen. Njerë për njerë nuk ka investime në atë pjesë, te këshyrem. Ngam, kejt qëto storjet e mija kishin qenë të pamundëra në teren, mos të kishë qenë posta easy, posta kryesore në Kosovë, super shpejtësi ndërgesa, edhe Delta Group, rjeti i pompave me 21 pika në krejt Kosovën, top kualitet, derivatet, benzina, nafta, ku do që sheni, heni patut. Okej, për pos çështjes do më thonë me qytetarin edhe të kecë që po shkon burimi, kanë ndjek gjithashtu këto probleme të infrastrukturës që nuk i ndahën kur. Sot do më thonë burimi gjithashtu e ka edhe një histori tjetër, pastaj peftojmë burimin këtu le të na fol pak më detajisht. E kemi në teren ende, nëse mërinë. Të një rrugë do më thonë në Prishtinë, gjendja ka të mërshme, edhe këtu gjithashtu ka shku burimi në vend në ngjarjes, edhe ta ndjekim bashkë se çka ka dalë. Besëm që ka buakina i kanë këthy zonësat që ka ki lëqit, mës me im shkull mrena. Neve nga bjetë dëmon me 2 porkuca me rovë dhe i ta solti. Me vetur me kalu kënej njerës. Qëre qfar të mere. Edhe ne kom këshyrë motin, mu më ka dalë që prej dajtës përmirësot moti. Prej të hanës, është 20, 21, 21, 19. Të erdhen një ditë para zgjedhjes erdhen një numja 20 sopa që të edhe shkun. Po, më thike qashtë mirë që e keni të bukër dhe edhe mos me pos rrugë nuk ka problem. Kush thike? Këta të komunës. Përshëndetje Borem, poshtë zotin a mund është me artë rruga Ljuma në Prishtinë, jemi në gjendje të mërshme. Lëq deri në fët, ka 2 par këpuca dohet me i majt me veti për me dalë deri poshtë në qytet. Ndërkohë nuk kemi asuj të pishëm me bunare, po mbjetojmë, paramendoje. Makanisë dhe lokacionin personin fjallë, po shkojna po e gjena që të rrugë edhe për këqyrëm gjendjen që shekan. Mos të ishin kanë sponsorat e mi kishë qenë, mos të me pa mundër tepër e shtirë me operuën në teren që ka që thjesht, kështu që Delta Group me 21 pompat benzinës në krejt Kosovën, top kualitet derivatet, duni me hi ku do që e sheni Delta Group, por nëse keni punë edhe me posta ma serioze në Kosovë është definitivisht posta Isis Post, do me thonë, super customer service dhe super shpejtësi ndërgesa. Okej, jemi të rruga Ljuma, ku na ka shkru qytetari, jena rrëth 4-5 kilometra largë prej qendrës, në Prishtinë jena alo, që kjo është gjendja. Zotni, jo jetëni qëto, a? Që kjo është shtëpia jota, që sa është që kjo, sa është sfiduse për juve me... Rruga do mëno që pe rrugët do mëno pe zgjidhe komunale, i nërdi kanë gjitë veç 23 ora, i kanë lanë, po bënë zgjidhet ballotazhi ardhën edhe pak, kur erë puna o kryt, i gjitë veç 30 ora që na kanë lanë, që kanë bo. As kemë i sjellës, as rrugë, as kur gjë. Që i sjellës? S'kemë i sjellës, do mëno prish punë pa atje bus, ka morë mosa kërkosh me ndreq. Me çka shërbeni? Me bunore. Me bunore? Po, veç me bunore. Jo. Sa tjetër s'kem, uj s'kem. E sa shtëpi janë që i prekën? 2 shtëpi janë krejt deri atje. 22? Po, 22 shtëpi janë. E këtu pas ka plot degzime, do me thonë. Knej, a ka dalje knej? Jo, kjo do mënë shkën atje, kjo shkën edhe kjo shkën dhe në fund atje, ka një 200 metra, që na kanë lanë. Vime në sa ke mirë, do mënë pa halla, ka të ke zhavar, ke shumë mirë. E Allah ka të rrugën që qysh na lanë. Na mas pori për kim problem, thmin kër për që na shkullë, për shkujnë kom, besëm që ka buakina i kanë këthy zonësat që ka ki lëqit, mës me i në shkullë mrena. Si kanë pranun shkullë? Si kanë pranun shkullë, shka ki i lëqit. Që? Do më onë, neve nga bjetë do më onë me 2 porkuca me rovë, dhe i ta solti. Njerë në rëjë. Këtë, e që atë, që këshire vetë. Jo, absolutisht e të mërshme, unë shqyqëri, qëllun që to në kërë terenit që e kena, që to qizme, për ndryshe kish me qene pa mundër. Përëm rruga Ljuma e den ka pas intervenime për shtërim të rjetit u sjellësit dhe rjetit kanalizimit rregullëm, që në kupton se në atë pjesë ka punu i sjellësit, natyrisht ke mujt me vrejtë edhe përmes vendosjes të skajorëve që tashmë jenë bo që na jemi në proces të rregullimit final të rrugës.
Mirë po, në ditë si kur kjo, kur ju I keni marrë pamjet, në ditë me shi, natyrisht është pa mundur. Edhe ti shumë shku para një jave njëjtë kish qenë aty. Edhe para një jave, moti ka qenë prafërsisht kështu me shi, kështu që ka përdu me thonë në është që sezona e dimrit, por edhe kur ka shi, nuk është sezon e intervenimeve në infrastrukturë. Na heno me këshyro motin, do me thonë për mas nesër 20 gradë, po shkoj ke. Nuk më jene me thonë që mas nesër ka më regullu, tash edhe ne kom këshyrë motin, mu më ka dollë që prej tajtës përmirësot moti, sa ma herët që të përmirësot, që ma herët I rikthemi aktiviteteve të punës edhe na si drejtori, po nuk është me rëndësi nësë është rruga mas nesër specifike në fjallë, do me thonë, me momentin kur jënë kushtet e favorshme atmosferike, keni me dollë aty. Te gjitha projektet në kryeqytet, sepse ne duhet të përmirësojmë infrastrukturën për gjatë ditëve me kohë të mira. Ej, qika që për meje, do me thonë me regullimin e kushteve atmosferike, dhanë, hajde hina që të zguzojna se jena live, hajde këshyrëm kur drejsot motis, unë e këshyra ma herët në BBC Weather, e qiti që, pejt hanës, ko ka 20 gradë, do me thonë, edhe këtu ditë ko kanë me shie, premtja shtunja, e djelja, pastaj prejt hanës, është 20, 21, 21, 19, me shi për qëtë tajtën e të premtën, edhe të reshura, për qëtë që pas ka po jo serioze, do me thonë, me djel, ka pak të reshura. Që që kanë lezim dhe s'ke rrimë, se senski. Sa ke zgjedhët nëm këtë bo mirë, që ta është u krejtë në zgjedhët mos o sen. Qa kam bo në zgjedhje këtu? Vesh një... Do kocka që atje kupza po isha, qërëm rapa dhe I pas kam vënu danësore. Ta aty një kojshri, që të erdhen një ditë para zgjedhjes erdhen një një 20 pas që të edhe shkun, tani apet tjetëri mandat, apet erdhen pak, që të që shtu I kanë nëmë. Që kërë shku atje kanë këput cevën, kryesur të silësit, e kanë vazhdue, nuk I shku me që të pumpa, po e kanë këput për me bo lidhin këtë. Para më nuk e kanë që dhe I fund atje, e kanë këput, edhe e kanë lënë që ashtu e kanë lënë. A s'keni uj heq jo? Ja, s'kemi uj, heq. Pe asfaltit e në kiton në kojë, është shokët atje do mon pumpa, u prish pumpa, këna lemru në komunë në Isjels, s'ka morë mos akush me orë me ndrejqesh. Na jem do mon pa uj që një vjetë e gjysë dy. Po, më në thike qashtë mirë që I keni të bukër thike edhe mos me pos rrugë nuk ka problem. Kush thike? Këta të komunës. Të komunës I konë qytë, u konë krenari, edhe u konë krenari kër u konë qasiri, sa kena me shtruhe, nuk e shtruhen asër në sen me basi. Për me pas qartë nuk jena në I varë fshati Malor, dikon jena edhe Malor kish me qenë problematike për deri sa ka banor për rreth, jena shumë ofër qendrës të Prishtinës. Do me thonë, këshërën e situatën, nuk... Po besoj që nuk ka nevoj shumë as me artikulu me fjallë, se po ja hup mas nej peshën e seriozitetit në qësi situata, absolutisht e të mërshme. Me vetur me kalu kënej njerëz. Qëre qfar të mere. Po provojna me kontaktu me ujësilësin. Edhe me I pytë qka është puna, pëse është që kjo gjendje, pëse s'ka ujë, mas pare edhe pëse që kjo rrugë ka metë qështo. Hajden qëtet poshtë. Okej, arjeta prej ujësilësit. I shkrujta one, ma ka këthuj përgjigjen me shkrem, për qështjene pompës, që tha s'kena as ujësilës, do me thonë me bunare ata po kryshin punë. Burem, pas verifikimit, pompa është instaluar nga operatori I komunës së Prishtinës që 2 vjetë. Ajo pompë ka shumë probleme edhe elektrika në mirëmbajtje të asaj pompe, për arsye që sa herë bjen shi aty mbushet me ujë dhe shumë beturina puseta sepse është infrastrukturë dëmtuar. Ekipet tona dalin në terren, gjendja reale prej që është instaluar nga operatori I komunës së Prishtinës. Kjo është përgjigja. Unë I kum thonë, a keni me dalë jo në terren me shiku? Më ka thonë, sepse tash po e kuptojmë për cilën pompë është fjala, po del ekipa në terren. Sot pas dite ose nesër në mëngjes. Çka ka me ndodhë nesër, normalisht kena mi shkru prap arjetës, masi del edhe të merret me çështjen ekipa në mëngjes. Unë jam Burim Pacolli, mos harroni, me qitë emër, më gjenin këtë platformat, më kishin I mu shumë, sa ma shumë I këshërni jo qëto storje, qaq ma shumë, si me thonë, shtohet presionin, kuptimin pozitiv të fjallës të institucionet me I adresu problemet. Kështu që se cili like, se cili share juve, I nimon shumë kësoj kauze, kështu që hajtë 2 herë.
double tap, bëne like, bëne share edhe follow. Okej, derisa gazetari Burim Paculli është ende në teren edhe presim na u bashku nga momenti në moment, vazhdoj me kronikat të tjera të javës, po ashtu të rëndësishme. Gazetarja Erjola Cocaj, e cila thuhet se edhe plan gjykot, ose rënë. Po, edhe ka shku në apel. Edhe ka shku në gjykot apelit, edhe për këta nuk kemi fakte, bë thojnë. Gazetarja Erjola Cocaj ka përcjell disa nga seancat më interesante dhe me interes publik. Këtë javë, ajo që ka lënë përshtypje gjatë së javës ka qenë në një burrit i cili në bresit të Fushë Kosovës tenton ta vrasë bashkëtuesin e tij, duke e godit me armë zjarri dhe pastaj kur ajo nuk vdes e godet edhe me këtë pjesën e revolës, por fatmirësisht e dëmtuara shpëton. Aty kanë qenë fjolla përfundimtare ku Erjola Cocaj na sjell kronikën nga gjykata themelore në Prishtinë. Ta në halali kufshin, ser, një plak, 75 vjetë, e qiti për shpizit vetë. Unë ja kom ja shtetet. I që, largoju, këti, qani, këti, ma, e kjerë. Në gjykatën themelore të Prishtinës sot është mbajtur seanca radhës ndaj të akuzuarit Idris Alia, i cili akuzohet nga Prokuria Themelore e Prishtinës për tentimvrasje ndaj bashkëtuesit së tij. Në këtë seancë palët kanë dhënë fjalën përfundimtare. Të mosmarrëveshjeve paraprake lidhur me xhelozinë të raportimit në polici të dy rasteve tjera të dhunës në familje, datën kritike me qëllim tenton ta privojë nga jeta anëtarin e familjes të dëmtuar Sherite Tahiri, me të cilën ka bashkëtuar dhe në atë rast me dashje e vënë në rrezik jetën e një ose më shumë personave të tjerë, ashtu që përderisa e dëmtuara ishte duke ecur në rrugë me djalin e saj të nitur, tani dëmtuar, e ka përcjell nga mbrapa disa metra nga një distancë e afërt, ku posa e kalojnë vendkalimin për këmbësor, i panderi i përshpejton hapat, e nxjerr nga brezi armën e zjarrit dhe me të njëjtën shtin disa herë në trupin e të dëmtuarës, fillimisht në mënyrë dinake nga një afërsi shkret me armë zjarri dhe i pakënaqur me këtë gjuajtje, pastaj e godet me duar në fytyrë e cila rrëzohet në tokë dhe djali i saj nitur tenton ta largon atë nga dëmtuara. I panderi prap shkret me armë zjarri disa herë mbi trupin e të dëmtuarës dhe kur e sheh se dëmtuara është ende gjallë e godet me forcë të madhe rreth 8 ose 9 herë në tokë me kontakt të armës së zjarrit, derisa dy qytetarët të rastit me forcë arrin ta largojnë armën e zjarrit duke e hedhur atë në trotuar dhe të panderin ta shtrin për toke, ku më pas policia edhe të njëjtën e arreston. Prandaj, ky shërbim gjyqësor konsiderojmë që i ka shërbyer të vërtetës dhe nga provat materiale të administruara, si ato materiale dhe personale u vërtetuan në tërësi që në veprimet e të panderit formsohet figura vepres penale si në pikën e parë të akta akuzës. Prandaj gjykatës i propozojmë që të njëjtin ta shpall fajtor dhe gjatëmatjes dhe caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit të ketë parasysh të gjitha rrethanat rënduese të cilat viziotrojnë këtë rast, që kanë të bëjnë me intensitetin e dashjes dhe përgjegjësisë penale të panderit në drejtim të kryerjes veprës penale, si dhe mënyrën se si është kryer kjo vepër penale ku e njëjta është kryer po ashtu në prani të niturit. Prandaj, në fund, gjykata shpall një dënim meritor ndaj panderit. Dëmtuar Sherite Tahiri, e mbështet fjalën përfundimtare të përfaqësuesit? Mbështet fjalën përfundimtare të përfaqësuesit. A ke diçka më të thonë për fund? Jo, veç unë ja kom ja shtetetën. Kur s'kam. I panderi është familjar, është babi 8 fëmijëve, i mos të 75 vjeçar. Bërthama e dispozitivit të akuzës
nuk përkon përshkrimi faktik me provat materiale. Më shumë kemi përshkrim të elementeve që nuk janë as kualifikuse, as sankcionuese. Vrapon pas tyre dhe nga mbrapa në mënyrë dinamike. Element i veprës penale sankcionuese, vrasje rënë në tativ në paragrafi 5. Nuk është përfshirë në këta, sepse është kontradiktor me provat materiale se gjurmët e vrimat hyrëse dhe talë që jenë ballore, jenë në gjoks, dhe vinë kundërshtim me deklarimet e vetë viktimës të dëmtores, e cila në mënyrë tregimore vinë kundërshtim me gjitha deklaratat e dëshmitare, të cilën si ata okular, si ekzaminimet mjekësore, si ato balistike. Thuhet jam ka shtën drejtim temin 5-6 herë, vetëm se nuk thot 20 herë. Kurse faktet materiale, provat materiale vërtetoj, kanë qenë 6 fishet, 3 ka shtanë, ballore, dhe vërteton me autenticitet deklarimin në të mbrojtërit tim se ku ka kërku ndim nga i mitëri të ndihmojt, t'i apujt, vinë shprehje e sakt ofendimi i cili shkakton tronditje të rëndë mendore. Dhe këtë ngjarje as gjatë që e vërteton CD-a 1 minutë e gjysmë. Dhe vinë shprehje se ato fjalët ofenduese më të turpshme në gjuhën shqipe që e kanë përlos dignitetin dhe autoritetin e një bashkëjetuesi 13 vite, i që largoju këti, qani, këti, më, e tjere. Dhe këtu është ai momenti kritik kur afekti mendor vjen shprehje. Nuk kam mendu dhe nuk kam dalë me vrapë. Ndëgjove mbrojtjen fjalën përfundimtare. A ndëgjove mbrojtjen çata? Ndëgjove mbrojtjen çka tha? A ndëgjove mbrojtjen Nuk njëve. Po hajde këtu? Hajde. Po pajtosh me mbrojtjen, çka tha deri tani? Unë s'kom një kuzhë. Rishtë. A udoj, a bërë me folën. Mund është me folë edhe të fjallën përfundimtare me donë. Veç fillimisht e përkra fjallën përfundimtare të brojtësit tanë. Unë asë kom një kur, që keni folë, asë nuk një kur. Unë veç viqit o si të thonë, se nuk di që folët për mu. Qka ki me thonë për fund në fjallën përfundimtare? Që në vetë e gjysë jam psikiatër, spital rrë, kom lypë bëlla freqen me shere, s'pa keni edhe o heqë, bëlla freqine. Sa onë të në tjera, më shumë ferme dhe i kom ja 2-3 pytje, se nuk po muj më ardhë. Në sancën tjetër, mos më pyetni. E spitali, po kom probleme, shëndetësore ma, kur për shkoj atje tani, shumë ma të mëdoja. Veç, une kom kërku falje edhe për i soj, edhe për jush, veç kisha me ditë, ta në hadadhi kërëshin, seb, një plak, 75 vjetë, e qiti për shpizit vetë, ku ka pos kontratën për komunje, 2 muaj të vazhdojme me lejtë pagune, e me në qitë mu për shpijën, ku një ma të gjëpë, janë i shko se kësha qitë për shpijë, edhe për meje ta në hadadhi kërëshin, qa kam ka bovër krejtë, dhe që hadadhi më si kërëshin ka qitë për shpijë, se s'ku pos të me shku të djemë, 4 vjetë e gjysë nuk im kosë s'ku pos të tyre me shku të djemë në mrena. A petë kërkoj, folje për trupit gjikus për prokurores, edhe kam besimin e të luet, dhe s'liravni, se për mu jetë është dhe në të rënonë të rejtë aty ku jam. Që ka që kisha më fali, se në këtë të pruva. Hadi gdej.
Okej, tash që këqyrëm do më thonë storin e pare, raportimin e parë prej gjykatës, Eriolin e kena këto që gjithmonë musafirë për prezentimet e reja, emër nuk kena mujtë me gjithë Eriolin. Nuk ko emër se Eriola është në mëllet Juskun, sponsori. So Eriola është në korespondencë në këtë emision. Po. Se punën e prajshme e konë gjykatë. Unë e mendoj se ma mirë është me pas sponsora se sa jo dy emrat. Po, vërë. Nesë, edhe kjo është e mirë. Qëtë vëllë hekja. Po, na e rënëj, po ta hekjon e këta, do apet e one. Edhe falenderojmë Juskun atë për këto fjallë, ndodhë që ka me shku 3-4 epizode, s'ki me konë këtu më. Qëto, më ullë, Që konvenon juve, pa problem. Puna jam e shiet edhe në sajtin edhe në faqet e nacionalis, që së shdojnë. Oke, atë sigurën e emri jëtë. Apë nga të regën, që ka fanë që shku apet në apel? Fillimisht po besoj që e kemi po seancën e themelorës që unë, te Idrezalia, nëse veç i keni prezentu. Po, në bresit të Fushkosovës, apo të në që kjo se ndasë, po. Po, ajo ka qenë që ka ndodhë dhe ma heret, edhe këtu akuzot Idrezalia, një 75 vjeqar, i cili ka pas një bashkjetes me gruan e ti, apo si me thonë bashkjetuse, po, bashkjetuse është statusi, po. Edhe ajo është dikundret 42 ose 3 vjeqe, rasti ka ndodhë në Bresje, ku si pas prokurorës të rastet, krej kjo ka ndodhur për shkak të motiveve të gjelozis. Këta i kam pasur edhe 2 rastet të mëhershme të raportume në polici për gjelozi, edhe deri tek momenti kritik që ka ndodhur rreth orës 7:30 të mëngjesit, ditë pazar që tha dhe prokurorja në seancë, edhe që i ka rreziku edhe të tjerët. Sepse ca dikon veprimet që i ka bo? Po, i akuzuar Alia ka shtën disa herë në trupin e të dëmtuarës, gati 5 fishek, kur e ka po që ajo veç është ende gjallë, ka bo dhe veprime me armë drejt saj. Post shuplokave ose grushav që i ka jetë. Ka godit edhe me këtë pjesën e armës, po, në seancë edhe dëmtuara edhe avokati i saj, thanë që provat materiale dhe personale e kanë zbardhë paka shumë edhe veprën që aje ka kryjë që është të mbrasje, ndërsa e dëmtuara tha që krejt këta ja lenë në dorë shtetit. Po, do më thonë të tim vrasje, 5 plumba e ka plagosa? Halo ma shumë ka gjujt, po 5 fishek tha prokuroria që i ka pas në trup. Okej, do më thonë qyshke gjendja shëndetësore? Tash ajo është mirë, unë jëmë kone dhe në seanca të mëhershme ku ajo e ka jep dëshmine vetë dhe ka të regu se ku i ka pas plumat, njoni thujke që e ka kop të dora, tjetërën e ka pas kitë pjesën kënenaj, në kom. A ka qenë nikje? A ka qenë duke hitë në lëvizit? Jo, kjo ka qenë me djallin e vetë, djalli vetë i mitur, këtë rast edhe i dëmtum, kanë qenë të pjesa po besoj që edhe një pazori ku mbohet në Bresje të Fushkosovës. Më njerës pas si ka kalu zebrat. Si ka kalu ajo zebra, do më thonë vendin për kalimin e këmësorve, ka kalu në anën tjetër, prokuroria në këtë rast tasa, a i ka përshpejtu hapat ku i ka po, a i ka qenë në ndjekje të tyne. Po ajo e ka kalu rrugën, a i ka përshpejtu hapat për me në zonë, edhe momenti që e ka në zonë, e ka fillu me shtenë drejtsoj, atër e ka rej me grushta dhe shuploka, mas në i ka shtenë apet, edhe në fund e ka godit edhe me armë, deri sa 2 qytetarë kanë ndërhy. Ajo që farë, unë mujta me kuptu... 2 qytetarë kanë ndërhy dhe ja kanë largu revolin, apo? Po, kretë që kjo kanë ndodhë në thonë syte fëmis njëtë. Po, a i ka tentu që me e largu në këtë rast që në prindin ose bashkjetusin e nënës së tij nga ajo, pas dëmtimeve që i ka marrë. Ky ka pas shumë rrethana renduse nëse jemi te vepra penale të timbrasje. Ky ka rreziku kalimtarët, djalin e mitur që ka qenë, me kjo e gjithë vepra u kry me armë zjarre, ajo është antar e familjes. Po, çka ke që ajo poshtë në sonë që ajo ose po bëj sikur, ose a nuk dëgjën, a çka është problemi? Realiteti është komplet këtë tjetër, edhe pse ju i paraqitun paka shumë edhe në seancë prej meje, se nuk është që unë jam një zyrtar ose si me thonë për këtë çështje, mirë po, paka shumë është edhe një shtirje e tij. Okej, se ato që i sheti me sy në gjykat nuk mujna me i shfaq prej kamerash gjithë kohë. Se seanca zgjat 2 orë. Seancën e kalume, kur ka qenë mbrojtja e të akuzuarit, këtë rast Alijes, ai ka kërku, avokati i tij, Haxhi Millaku, ka kërku që mu bo një ekspertizë e re shëndetësore se tashmë i dëmtuar, i akuzuari ka probleme.
Mirë po që kjo është refuzu për gjykate, pasi që njëherëve që është bu, ajo është dollë që ka probleme, se i ka 75 vjetë, edhe për momentin është në institut të psikiatrisë, po jo sa mos me mujtë me dëgju ose diçka. Edhe ai tash as avokati ti nuk ja jep ke ndimen se me demek kjo veç e keni refuzu që atë ekspertizën që na e kërkum për me bo. Ati ndimun shërbimi korrektus, gjyqtar edhe antar të trupi gjykus. Po. Se a i thështë që s'ka dëgju asgjë prej... Po, a moraliteti është tjetër. Tashti kur u kryj seanca dhe Pol kënë pritjet e nënshkrimit e proces verbalit, na e pom që a i pat komunikim me familjarët e vetë. Edhe dëgjoj, ka ja bëj keme 7 prell ki marë për vendem. Po, e Nika, po, që kje ka politereza. Se që tu nuk i shuhim... E vërtet, që tu nuk i shuhim... Po, ajo paka shumë tash, ajo këtë që ka ndodhë, pse nuk është e shkume me një proces verbal, ose pse se kanë kop kamera tona, është që që ndodhe dhe na e shojnë. Po, pëse për shamu aty ka kamera, a muj në herë me thonë prokurori pëtë, se pe këthejnë asë farë. Ku për mëndën që ka kamera në sans? Po. Jo, kamerat e gjykatës nuk është që nuk funksionojnë. Jo, ko kamerat, mikrofonat e stu, krejt janë të aktivizuar, po? Ja. Jënë nuk punojnë shumicën e gjotat, sola e shishës punojnë. Plus që ajo sol ku bojnë. Jo, është vërtet edhe çdo herë kur të hapet procesi gjyqtar, kryetaria e trupit gjykuse para lajmëron që do seanca ka të paktën audio incizim, po jo edhe incizim të kamerave. Që kjo epizod ke shumë interesant, se unë kur e posh videon edhe atë ditë kur e postuve këtu, po ta dyshimit e mija që ashtu një ju, po që kjo që e keni po ju që po komunikon mas ne shumë po, e vërtet është që familjarë bishuatu shumicën e rastëve këtë është dikush i arrestum këtë rast me para burgem që është rasti i këti, trupi i gjykus e lejon një 5 minutës që dhe bëhet proces verbali ata me komuniku pak me familjarë ti. Okej, pra faleminderit shumë. Për në apel his në... Ja, pra e gore një, ja, në gjës, ka qenë edhe të... Jo, pra hajtë heqër, jo, lëbavë. Të rasti i... A pjo mbullohet minutazha, ka nevoj. Se keve dhe seanca tjera të pa transmitu në Jo, e di që jenë 4 ose 5, po... Si me thonë rastin e Kobra, se ke ndjek prej fillimit, apo? është e vërtet, është. Kobra këtë javë ka qenë në apel, edhe pse gjykimin ndaj tij u shpall në tetor të vitit 2025, ai tek këtë javë ka arrit që rasti më ardhë në apel. E kom pyet gjatë tërë kohës pse ka vanu kaq shumë, mirë po për shkak se të dëmtuarit jon nga Shqipëria. Jon pole dëmtuar nga Kupsi. Po, ka qenë ai për notën e vitit të ri, kur në Prizren, në 2023, po kur ka në lokalin Kobra City vritet një qytetar bersant. Ja kom marru emrin, së më kujtojtë kur kemi raportuar. Unë i raportojmë inicialës. E vret njërin nga ka, tjetërin e plagos. Po, dhe pastaj dy tjeri plagos. Po, që ashtu ka qenë. Po, akuza ka qenë ndërtume se diçka problem për pagesë, mbrana lokalit. Po, tash, dhe më thonë, bas të asaj që ka kemi dëgju për dëshmitarve, nëse këte jemi të këprocesi gjyqësor që ka ndodhë të sepilore, dëshmitar kanë thonë se ata kanë refuzu me bo pagesën, ata janë ardhë me një konflikt që janë rejmes vete, janë thyrë disa tavolina, disa karika. Po, deri sa ka ardhë i akuzuari kryesor Dibran Hoxha, edhe ata janë dalë jashtë edhe krejt vrasja ose gjujtja tjera me armë kanë ndodhur në parkingun e lokale. Në parkingun, okej. Po, në seancën e apelit, prokuria nuk ka qenë si zakonisht, ndërsa prej palës së dëmtuarve, avokati Emrush Kastrati ka thonë që kërkojmë që lartësia e dënimit më u vërtetua edhe një herë, me pas dënim atashpër nga ana tjetër, avokati i të akuzuari Florent Latifi ka thonë që këto nuk e ka bo, i akuzuari ti, a i ka shtën me armë në kipekun e veturës, 4 herë, ndërsa njonin për dëmtumve e ka godit në kokë edhe në këmbë me armë zjarre. Do më thonë që nuk e ka vroa. Ajo që ka mund kalon ma shumë të përshqypjem. Për men ke mbrujtja se du të kemi pas dosh me vroa, e kishë vroa. Edhe që pak mbrujtja kërkon të ashti ulljet dënimit ose rritgjykem, apo? Rritgjykem ose rritgjydosja, se për shkak se a i thët që me ardhë me dëshmu në gjykot, njëjtën kërkesa ka pas edhe akuzumi Hoxha, edhe polici kufitar. Avokati Latifi tha se gjatë marrjes në pyetje të
dëmtumve jo kom thonë që kur një shku të kufini me kalu prej Kosovës Shqipni, ajo ka pyet dikush, ose çka ki bo me gjakun se e ke pas që t'ka godit. Tha, unë e tha bi që kom fshi. Tjetra pjesë ke tha, i ki kallzu, tha që e ki pas një njeri të vdekun në kërë, tha ju, tha nuk kom kallzua. Do më thonë, këta kanë kalu kufinin për Kosovës Shqipni për një person të vdekur. Do më thonë, kërkesa e ty në ke që më shku në regjykim edhe mu dëgju edhe polici kufitor. Polici kufitor, okej. Po. Si pas mbrojtjes, plumat që është vro, ka ndodhë vrasja janë gjetë shumë ma largë. Edhe këta janë thirrë në qita që me pas një regjykim ose rivendosje. Kjo është shumë interesante se këtë çështje ka trajtu prokuria speciale, jo që shimi mësu prej prokurive të melore, do më thonë për një vrasje të rëndë, për kjo rast ka qenë të prokuria speciale. Okej, pro, kemi historie. Videon, edhe pastaj kthehemi, nështë na vjene burimi dhe atëherë duhet mundru tani. Okej. A i keni bo burimit të amen? Jo, dhe burimin e kemi veç me jesën zetë. A pëtën këta me lëshu historien? Po, vazhdojnë. To i kam mirës, ta të dëshin. Vazhdojnë me lëshojmë historien. Policinë e Doganës Shqipërisë me masjetë se dëshmitar nëse ka mundësi. Po të më thonë që unë jam i dëmtuar që nuk është që nuk jam i dëmtuar vetëm. Vazhdojmë. Viktima kur vdiq rrugës, pa lajmëruar kufiçi e keni një detektiv, jo nuk e lajmëruar ato. Nëse dikush ta ka hapur veturën, derën e veturës, ta kam shumë çit tre orës këtu, ta ka dhënë një kom. Ta ka gjithë katër herë një petsë, po ndoa shatë ndro, ta ka qenë kish vrasë aty. I akuzuari Dibran Hoxha, i njohur me emrin Kobra, ka dalë para gjykatës së apelit për vrasjen e vitit 2023 në lokalin Kobra City, ku kishte mbetur i vdekur një qytetar nga Kuksi. Hoxha ishte dënuar me dënim unik për 24 vitësh, ku mbrojtësit e tij, avokatët Florent Latifaj dhe Musa Kongjeli, kanë bërë ankesa në apel. Ankesa gjithashtu kanë bërë edhe nga prokuria, avokati i palës së dëmtuar, si edhe avokatët e të akuzuarve të tjerë. Për këtë seancë për me vendosë lidhur me ankesat, ankesë ka parashtruar përfaqësues autorizuar të palës së dëmtuar Behar Cungu, avokati Emrush Kastrati, si dhe mbrojtës të akuzuar Dibran Hoxha, avokati Florent Latifaj dhe avokati Musa Kongjeli. Për të pandehurin Roland Susuri, avokati Ruhan Salihu, për të pandehurin Jesmir Badallaj, avokati Jeton Rekathati, për të pandehurin Arden Besaj, avokati Gëngjini, për Mburi Mazreku, avokati Gëngjini. Të gjithë kanë parashtruar ankesë kundër gjykimit të gjykatës themelore në Prishtinë, departamentit special. Të akuzuarit Dibran Hoxha, Mburi Mazreku, Roland Susuri, Jesmir Badallaj dhe Arden Besaj në shkollë fajtur. Ashtu që i akuzuarit Dibran Hoxha, shkollë fajtur për verën penale të vrasjes së rëndë, cila për verën penale mbajtja në plotësi kontrollës së opozitetit të parë akuzuar të amën. I akuzuarit Mburi Mazreku, shkollë fajtur për verën penale manipulim me prova. I akuzuar Roland Susuri, shkollë fajtur për vepra penale manipulim me prova, të smorit në lahje në bashkyrje, si dhe mbajtja në plotësi kontrollës së opozitetit të parë akuzuar të amën. Me vendim të veçantë ndaj të akuzuarit Dibran Hoxhaj, është vazhduar parvendimi deri në plotësimin e këtij gjykimi, por jo më shumë dënim se dënimi i shituar. Gjykata themelore ka refuzuar propozimin për rikonstruimin e vendit ngjarjes, si arsye dytë e patmarrën edhe se pa të dëmtuarit është e pamundur të bëhet rikonstruksioni, që kemi cekë edhe në ankesë, me arsyetime se kanë pamundur me gjetë. Do thotë ne e kemi cektur se çfarë kanë qenë përpjekjet që ju i keni kërkuar ata, por tash po shihet që nuk ka pas asnjë përpjekje sepse jo shumë lehtë pas njërin telefon me avokat dhe i pas një gjë dytë. Hyn në lokal me pistoletin gjysmë automatike Ceska Zvorojka, kalibër 9, 19 mm, del përsëri afro te vetura Mercedes, e cila ka qenë duke u nisur nga motive të ulta. Demonstrimi i forcës së pas grupit dhe kërcënim. Për të gjithë ata që e kundërshtojnë në çfarëdo mënyre, e ka hapur derën e pozicit të dëmtuarit Dyrgjell dhe Qellanata dhe vazhdon. Ndërsa në faqen 69 të gjykimit, në arsyetim thuhet se Dibran Hoxha nuk ka pas qëllim hakmarrje. Të paraqitura të ndryshme që njëra me tjetrën shkojnë, ose shkon e para ose e dyta ose asnjëra. Ne po themi që asnjëra, po gjykata do të vërtetojë njërin. Mbrojtja e Dibran Hoxhës i ka pas vetë dy propozime. 84 prova e administruar prokurorisë. Pak ato, jo në thirrë edhe polic, hetus, me na tregu neve se qysh fernet, se s'u pa kjerë, se nga Dibrani, po qysh fernet, e një kjerë që ka dalën për diskotekës stop në ora 3 natës,
është me fellën të njëjtat një veturës që po në prizeren në rapatë të dy. Sepse ato se me ka vu prokuroria, dhe keq ato incizime që kanë marrë kamerët, kanë marrë ata i kanë elaboru. Më dhe që ato ja kanë aprovu prokurorisë, ndërsa neve dy propozime që kena pas në kanë refuzu. Ko është barazia po arve propozut procedurë. Një e kemi pas dëshmitarin Fitan, për cina se kanë di që kena thirë heq, po të një me e-mail për kena artu në seancë, o por në falit se pas një po e pas një po, jashtë 30 sekunda dhe refuzohet propozimi, kuptohet, që na kishë vërtetu ky Fidoni njëri, na atëherë kemi thonë dhe sot po thojmë. Është kontestu se ora sa ora ta dalë. Di brani prej diskotekës që po pretendojnë gjilanë. Stop, për sa kanë mujtë me mërinë të zëra. Këtë këto që është na këtë sharu ky na është refuzu. Për posti refuzime me datën 5/2025, pa të dërguar të bëti konsultimi i vendin ngjarjes. Pse më ngjarjes? Ka të thonë që shumë çështje janë pa pasakta. Avokati fitime pas ka bënë një kërkesë për kthyimin e veturës, edhe shumë mirë që u shty vetura hala, dhe kishmi kërkuar që të shihet ajo veturë para se një vendim, sepse ne kemi konstatuar, kemi pretenduar gjithmonë se plumat në veturë, kushdo që i ka gjujt, ka thënë plumat, janë në gepekun e veturës. Që është dhe mund e veturës më smirë thja se një gjamë me gjujt i laksizë në veturë. Nëse pas ka dorë vrasin. Po janë ta pluma kështu, në vertikalën. Gepek. Edhe për arsye kemi lyp me dalë me ngjarje se ne pa kusht po pretendojnë ata që janë godit. Sepse kanë thonë që Vozici, Rydgjeni, thonë që shehu, të të mjeni shehu, thotë, kur e hapi Dibrani, derë në veturës, më goditi me qytë të revolës të mbi sy, dhe më goditi me një të në kofsh të komës. Dhe unë e nisa veturën dhe aty gjujti dikush 4 pluma në veturën. Me pamin asaj veturës, në vend ngjarjes, që ju pas një mujtë mirë qëtë që po ata të falë sportës, pas ka mujtë me i qëtë, se ka thonë jënë pare që në përneve, atëhere kishme ujtë me vërtetu edhe dashin për Eurasje. Nëse dikush ta ka hapë dy veturën, derën e veturës, ta kanë shumë me qytë të revolës në qëtu, ta ka dhoni një në komë, edhe ka gjytë 4 herë një pekë, se ju kënë dash atë dërra, për ta ka qëtë, kishë vrasë aty për, kishë gjytë për mosin në gjanë, ju një pekë, 4 herë. Apo mos i ka gjytë dikush ma e lartë, kur ju në komës. Ju në raport që shtojt ata. Kur na ka gjynë. Pse? Sepse policia thotë ne kemi gjetë plumat shumë lartë. E kjo lidhet me ekspertizën me kolegjore që është bërë shetin e Shqipënisë, e që gjykata thotë me revolën me kalibrin 9.19 konstaton që është bërë vrasja, plumi është nxjerrë për klubi viktimës, ndërsa nëse e shihni atë ekspertimin e bërë nga shteti i Shqipënisë, i datës 12 pare 2023, me kërkesë prokurorisë speciale të Republikës Kosovës, akti 175 për ekspertim balistik prej dhe për ngjarjet e 3 janar 2023, ekspertimi i konstaton. Prela objekt ekspertimi e sekuestruar gjatë kthyrjes automjetit në lidhje me ngjarjen e vrasjes me armë zjarmi të shtetasit Visar Cegu, ngjarja ndodhur pranë lokalit Kobra në Prizren, me datë 3 janar 2023, është prela dëmtuar, e cila i përket fishekëve standard luftarak, ka lidhje në 21. Mia e që shkalojt, ku finin të thoqit pa kam shumë me flu në kohë mu, në kofsh, në ka vedë gjoki dhe të ka qëllë bodrin, ku fish që zhënej më rove, për t'ja vash pasoshët. Ku që ata, unë jave se ka në e në gjithë, se ku kjerën në amidës. Gjoki shko, po me gjoki në bodë, e fshita me gjemper. E koma që të rëtë ke gjak një orë pi të drejt dhe i kup, që akti komuranë duhet dhe në të rritë spitaj. Këto viktima kur dhe që rrugës, pa i lajmërut ku fish e keni një njëri të jo nuk e lajmëruas ato. Kom dhe diçka një kërkesë, nëse ka mundësi edhe me mafrut të shmitarë polici që kur kanë kalu ata që e ka marrë, që i ka pa pasaportat edhe kur kanë kalu ata policin e doganës Shqipërisë, me masjetë se të shmitarë nëse ka mundësi. Unë i vetë të mdu, për jatyri. Edhe të fakë, unë je punëtorë, që është i punëtora punëtorë. Ju me pas gjallin juja, për zonë ju gjallin që është punëtorë. Në zonë, a i në këtën gjykata aperit të kjena aldosh në gjykata themelore, atë është e për krah? Për krah, pa mo për të më thotë që unë jam i dëmtum që nuk është që nuk jam i dëmtum vetëm. Vazhdojmë. Se na erdhe burimi direkt. Përshëndetje zotëri. Apo bëni? Qysh je? Bravo. Qish ka lut? Sto me rëndreset i për veti. Për çka folët sot? Po, s'ka s'kena fol. Sa s'kena fol. Do më thonë deri sot e rregulloj ato, na i konfirmojnë
se është mirë mikrofoni i burimit. 1-2, a jena okej? A është mirë? Sot kom qenë, qa keni trajtu se kom bo shumë prej Unë paqollën e kena pos Kecin me këtë zotrin Zenelin. Me Zenelin, po. Edhe kemi pos rrugën sot në Prishtinë, po nuk e di këtë çka ka bërë. Rruga në Prishtinë, rruga Luma, është për mbi rrugën e Bledit, ku kemi trajtu na ma herët. Edhe fatmirësisht që aty ka pos efekt, se me komunë të Prishtinës po është nashta mas problemi prej krejt komunave tjera. Gjithë është një fajtor, gjithë është një zvarritje ekstra, sigurisht është edhe komuna me mas shumë të probleme, mirë po mas sfidusët i kam storjet në Prishtinë, se gjithmonë zhagitën shumë për te arsye. Çka ke problemi të kjo, të rruga Luma? Po të merë, rruga Luma, do me thonë kënë 30 shtëpia aty. Lëq, deri Bilejmura një porqiz me qëre, që tash me mikshur kom kek lëq i kom. Halosu një pruna në veti, do me thonë e bleta një komplet... Ja, bojna një foto në ashtu i shpasum në pak. Një komplet faculeta të lakta, unalja me kamerman, mas e kryva storjen aty, unalja e bleva, e morëm edhe një kese që milon këto faculetat e lakta mi gju aty, se u bloku kjerë, ja bëdin, nuk ju heke, Allah, ka e si jo kemë Prishtinë, do me thonë, po. Sa ti dikush po shkojnë në Prishtinë. Po, të merë ke, do me thonë, realisht, a diso ke, 2 kilometra lartë prej Tokbohqës. Ku është ajo këthesa me u mëgjit e rruga e Bledit, po tash edhe një degzim atje nalë. Do me thonë, në Kallëzun, banorët aty cilë ti intervistova, e keni me mujtë me po në storje këto. Po e kena shfos, e kena shfos 2 od marë. A i keni shfos, a? Du se kena po, publiku e ka po. Okej, edhe, do me thonë, lëqin të në ondë, në thanë që i kanë orë pak para zgjedhjeve, i kanë vendosë do anësore të trotuarit në për rruga. Ato kemë vizuale kenë anësoret, mirë po s'kishin sens, qysh me dhonë, si kur me morë një pol me qitë me disloqit. Apo kuptën se kejtë të mërëm të në ondë ke, kur fola me drejtorin e investimeve kapitalit, zotin Sokolla Abolli, në tha që përshka këtë kushteve atmosferike, s'kan mujt me intervenu, tha, kur del në shi, normal që i ko me konë lëq, thash, edhe t'isha dollë mas para 3-4 dite, apet njejt kish me qenë. Jo, a më kur dje shi nuk është normal me konë lëq. Se nëse ka infrastrukturë, nuk është normal me post lëq. Fajmdere. Shkofullja zotit Sokolla Abolli. Nuk është Po tashti, na e këqërëm, e diskutume dhe thanë momentin që regulohen kushtet atmosferike, a i foli pak më generalisht, ta kanë mu intervenu në për plot rrugë Prishtinës, mas ne unë e hina në BBC Weather, zdi cilin e keni burim jo të votit. BBC Weather gjithë. Po në dënë. Po ma qita aty që ka shi si besoj kërkoj. Edhe hina, këshyra po, e kam po në storje njerëzit që ka dojnë me herët, po. Po, hina e këshyra, po, folë qa me të edhe këqërësha, po në dresh ka mas nesër, vlash. Pa mos përre që për një dëtë tash dhe që në drejtët mas nesër, nejse. Po pe, javë starë shme kishin me shku 20 gradë, do me thonë, temperaturat. Edhe të në në ngrela. Jo me më shkujmë deti. Po, në deti kom me shku prantën, nesër e kom me shku pak me udot. Në gjiri i lolëzit që aty ofër, në do të me lifoj. Ta pas shmejdin ty, këta të komunës. O shumë heke. Të këshin në rëvëzu. Keci është dop. Nuk ka institucion nuk ka institucion më të papërgjetë shumë, do me thonë se sa keci. Unë sa herë kom punë. Edhe roja të të rëvëzu. A din që kam do? Po bre, erë një varë tipi intimidu, s'ke roje që i shkru në security që rënjashti jo. Se dhe ajdin me ko. A botën. Veç e gjirova jashtë ambienteve të kecit, për ndryshëm reket e kryt aty, mos po hira, sështë me mikrovën për bëj një hapë. Nejse. A ti e shkruve Agjën Zenel mirë aldo? Agjën Zenel shkum, po, me dorzu do me thonë ankesën, qëfar do ankese që e ka lyp keci, ne shkrum një ankesë, e qumë kec, erdhë një roja aty, që është në katesh, aksi edhe në reke që shto mi krys, pak intimidus, edhe kë Zeneli tani, s'ki shfaj sa e rike mi kryna, e keq kuptëshëm, se dishëm autoritetin e ti, as postin, apo kuptan, që të letra. E me Zeneli edhe one ju drejtojshëm ati ka njerë, kur ja ha bo ati Zenelit, ja ha bo, më në shme këqyr drejta nej, as më thun këqyr. A vëden, ke pak, po, ke shumë vulgare se Agja Zeneli është 70 vjetë. Kajta sa pos mja vojt, a ju... Ko kuptem.
Edhe nga ti. Që 20 vjetë ka rime në nëzeka po. Që 25 vjetë. Do më thonë, nuk e din njeri qysh është jeta me pas televizor në shpej. Imagjinoje, nuk e din qysh është me lot tesha në lavatriqe. Nuk e din qysh është me lëshu një frigorifer. Atë në recepcion full televizor. Full. Drita leta. Ti mi onë jam, letë kësyrë që. Vesh ta Ndorë ko marrë jeni të butë që Po bravo, po më kishë të zë. Jo, po më kishë. Te digja i ruja që në sirë. Gëni edhe nisa. Hajde. Tashte, e morëm na një mail me dokumenta, do me thonë që na thanë ata back and forth, na quni e nalt aty, na këthy bosh, na quna pet nalt, u këthy me qështo. Edhe na japën një flet me dokumentacionin e kërkum që do të me bo Zeneli gati për me bo ankesën, për me parashtru ankesën. Po çka ndodh këto, se mu më ra me fol me njerë që kanë pas eksperienca tilla, potencialisht, masit e bojna na qit ankesë, ata kanë me na kthy mas nej përgjigjen tjetër, refuzimin e ardhshëm, që kanë me thonë nuk mujna me intervenu për derisa objekti është 80 metra larg rrjetit distribuimit. Apo kupton? Po ai nuk kallzon ty çatë. Ai të shten ty, apo me nkesën është gjithmonë që shto, të shten me bo ankesën, e dim përgjigjen edhe të ankesës me zvarri, do me thonë me dekoraju. Prej atyne që kanë përvoj, mas që se ankesët, qka du të me ndu? Nuk Se ta nuk me afru për dyja. Asë një rast veçant nuk e kena që është kry ketë se e ka qu deri në fund një problematik t'il. Qa është e rëndësishme, unë e angazhova një avokate për Zenelin, po është u marrë me qështjen, funit ose me bo pa di, ose me full me avokatin e popullit, se kjo e ka landën edhe te avokati i popullit. Vesh është një pyetje e kam do më thonë që ta, në qëtu raste, për shambull, apo prit e ketë që ti si qytetar me bo vetë investimin, atë qka... Une e leqë kërkova, se e përmeni, qish me thonë, financimin vetanak, investimin vetanak, thash ngab. A mujna nasë, unë fulla me një kompani, tha jëm gjendje mi asiguru kablën e rjetit, e gjeta një sponsor, tha shkojnë aty dhe e këqyrëm, mirë po, këta nuk na jepën kur farë përgjigje që në rase i bojna na që ato infrastrukturë. Galja, po jemi në brenda kompetenca. Nuk e dita shëret, për me qenë farë, edhe për me qenë i drejt, avokatja mund tha, do të me verifikua e ko me leje shpinë Zeneli. Nëse se ka me leje, do të me kry qëtë proces. Po, do të bo qëtë problematike, po për një me më ka rose... Edhe këtu ka zgjidhje, bërim. Se ka problemi me leje, ka ekzistuar çtu në krye qytet, në krye qendër. Pa atu dhe që në marumo, që së një thu tjetit preshe. Kanë du një farë proceset që thirret i legalizimit. Për shkak që me thonë, me posë vazhdimësi proceset, jo të ashtë i me rënuna. Edhe në këtë... Se drejtën e energjisë elektrike është njëjtë, si drejtën e ujet. Unë besi që me këtë tim kemë marrë, nëse del ke që po thu, veç ta banën pak, amë nuk do me thonë që s'ko zgjidhja. Nuk do me thonë që s'ko zgjidhja, ta është zgjidhja përfundimtare, unë e që jam do me thonë që në momentin që kom punë me këtë, e di që do të me gjithë një zgjidhje kreative, do me thonë se kime përfundu me një lup të vazhgës e të maltretimit me për po, e të shkeresave që s'kam përgjigje ose përgjigjet kër i kthejnjën gjysmoke krejt nuk janë, qysh me thonë, nuk janë përgjigje e pytjes, janë përgjigje generale si me ta shu automatik. Po në ta shte, jëm të e konsideru ta shte Zenelit, se di, a i keni shfaq këtë storjet e Zenelit, a i keni shfaq me gjithë me fol me një kompani që ofrën shërbime që vendos panele solare. Ditës me asiguru panelet, me qitë paktën për televizor, për frigorifer, për maqin të lamin. Apeli kryesor dhe mu thonë është që kjo, një kompani, adin se në është amune me u lajmëru edhe... Po, definitivisht, nëse është dikush që e ka po dhe është i familiarizu me problematikën e Zenelit, i shkon mirë me u lajmëru edhe të paktën me në halëzu qysh funksionën që kjo farpune, se unë s'pedi asë qysh funksionën, a është zgjidhja panelet solare për krejt që to... Po, kuptën se zakonisht panelet i mori njerëzit për me quni dritë ose me largu prej rjetit njonën pej pajisje dhe që e kanë që mos me shpenzu qatë shumë. Nuk e ti amonet me mbulu 100%, do me thonë... Gjitha nevoja, gjitha shpenzin, qashtë. Okej,
që nga ka metë në esen tjetër audio, dohës të historieve jo. Emisionin e 14 të Pop Nacionale se kemi ndelin dhe privilegjin, jo po, ko. E vërtet, Ne dhe mbyll emisionin cilë do ka mirë vërtet të shika shpej meja njerës edhe prej oceanit edhe prej arbret, nuk e di që kam folë ma herët këta t'jam. Për energji, nuk marë për Për energji, nuk marë për qëtësim, se ja kam put kot me ikon. Ja për energji. Me gjithat, mu më pëlqej mua beti me juve që e buna për storien teme, të pak të nga pitër me këta tjertë një mene. Po, edhe hajvëdonin e kemi të regullt, edhe ku pasku e kush dhe që ka si më janë një kusht tjetër, interesante. përve seriole. Kemi pas Besionin, kemi pas Zezën, Klakunin, po krejt me rap. Kështu që deri në episodin e 15 ju lëm me programin e të shtoshit. Që të një dhe sponsorat e miqë të. Po. Një ma janë. Hajde.